Një supermarres miliardër, I formesuar nga vetmia dhe mosbesimi, jeton vetëm për numrat të vendimet e ftohta. Gjithçka ndryshon kur ai takon një çift të moshuarish që jetojnë të fshehur në një pronë që sapo ka blerë. Ajo që dukej vetëm si një problem I thjeshtë, shndërrohet në një zbulim të aftë për të tronditur gjithë të kaluarën e tij. Të përballën të vërtetë të pamundur për të shpërfilur, edhe tirohet të përballet me atë që kaloi gjithë, jetën duke shmangur. Në gjendje. Arjan Karaj u zgjua në orën 5:20 të mëngjesit, pa pasur nevoja për zile. Prej vitesh trupi I tij kishte mësuar ta parashikonte ditën, para se dita ti kërkonte legje për të mbërritur, dhe kjo disipline nuk ishte fryt I virtutit apo përkushtimit, ishte thjesht rezultat I dekadave duke jetuar parjetën e sigurisë që burrat e qere e kwanin familje. Më beshtetje, apo dikush kedu të ishte ne, anin qeter kur, gjerat të shembeshin. Apartamentin ndodhej në katin e 23 të një ndërtise në zemër, të bulevardit, dëshmoret e kombit në Tirane. Tavan I lartë, dritëre nga dyshemea deri në tavan, qyteti I Tiranes I shtrire atë që poshte si një hartë e gjallë kue nuk ndalonte kurre se pulsuari. Argjani këndroj në kembe para kshamit për saktesisht 3 minuta gjo për meditim, por sepse gjo ishte koha kue I duhej makine se kafese për të përfunduar ciklin. Kur u deggjua singjali, ai ikte u shpinen qytetit pa asnjë përshëndetje dhe mori filkshanin. Në 6:15, ishte tashme me kostum grita erret në salën e mbledjeve në katini 30 të Selisese Karaj Participations. Kompania kontrollonte 13 filiale në 4 sektorit ndryshem, ndërtim pasurisht e paluajtshme, logjistike, shëndetësi suplementare dhe teknologji menakshimi. Në 20 vjet, Argjani kishte shndërruar një kapital filistar prej 200.000 lekesh, të fituar nga një marrëveshje konsulencë që negocioi në moshën 20 vjeçare, I vetëm pa avokat pa ortak, në një grup të vlerësuar në me shumë se 4 miliarde leke. Asnjë trashëgimi, asnjë kumbar, asnjë shtise nga prapaskenat. Vetëm numra që ai I kuptonte më mire se sa kuptonte njerëzit. Dhe vendime që I merrte me ftotesine, I dikujt që kishte mësuar shumë herët se gjendja, ishte një luks që bota nuk ishte e gatshme ta financonte. Pali dritës hyri në sale me hapta shpejte, dhe një dosje në dorën e gjatte. Ishte drejtor financiar prej 6 vitesh, profesionalist I mire, besnik ndaj hierarkise, I besueshem brenda parametrave ky Argjani, I konsideronte të rendesishem. Por numrat e 3 mujjorit të fundit kishin paraqitur një variacion negativ prej 4 mbedje të përkind në marginen operacionale të divizionit të logjistikës, dhe pali kishte zgjedhur të fshihte këtë informacion brenda një raporti prej 53 fakesh në fakën 21, brenda një shënimi në fund të fakes me shkrim shumë të vogël. Harqani kishte leksuar të gjithë raportin. Lekson të gjithmone. Nuk pati diskutim të gjatë. Nuk pati toni të larta. Argjani vendosi raportin mbi tavoline me shënimin në fund të fakes të shënuar me një kapese të arte, shikoj palindhe të meze të rafshet. Ti nuk me informove për një problem, ti e fshehe atë. Kjo nuk eshte një divergjense kasgjegje, ashte një papajshtu e shmeri funksionale. Pali hapi gogjen. Argjani vazhdoj, pandryshuar ritmin. Burimet njerëzore, du të procedojnë largimin ten ke sot. Du të gjesh një propozim të dritë mbi tavolinën nesër në mëngjes. Nuk kam asgjë personale me ty. Thjesht nuk mund të punoj me dike ku e filtrat atë që unë duhet të di. Pali doli, dera umbil me heshtjen e zakonshme. Argjani nuk mbeti duke pare dalgjen e burit. Kishte kaluar tashme në pikën qeter të agjendes. Tëninte e gjysme të mëngjesit. Asistentja ligjore Camila Fonti hiri me një zarf të madhëngjire kafe. Të njoftoi se kishte mbërritur dokumentacioni I plotë I pronese sa po blere në Elbasan. Karaj Participations kishte mbellur 3 jave me pare, blerjen e një sipërfaqeje prej të mbedjeta migje me trash katrore në periferi të qytetit, shtëpi kryesore medikate, garash, aneks të toke mbetese me potencial zhvillimi për një sipërmarrje turizmi rural.
Analistët e kishin identifikuar segmentin si premtues për ciklin e ardhshëm. Argjani e kishte miratuar blergjen në 15 minuta analize, sa i shfletoi dokumentacionin me ritmin e zakonshëm. Plani i ndërtimit, vërtetimet, historiku i regjistrimit të pasurive të paluajtshme, raportet e vlerësimit strukturor. Gjithçka brenda asaj ky priste. Nënshkroi 3 fake pa hezituar, vullosi dite qera, i kthiu zarfin Kamiles me udhëzime mbi hapin tjetër të procesit të rregullimit. Atëherë vuri se kishte ende diçka brenda zarfit. Një letere palosur pergjisme, e ngjitur me shirit ngjitesta e zverdur nga koha në faken e fundit të dosjes. Argjani e shkeputi me kujdes. Brenda kishte një fotografi bardhezi, me permasate per aferta me ato të një pasaporte, e printuar në një letër lehtësisht të rudhur nga koha. Imazhi tregonte një cift që këndronte para një shtëpie. Burri me flokete e rreth të krehur me kujdes anash, kishte krahun e shtrire rreth shpatulave të gruas. I cila buzëkeshte para kameres me atë lozgëzimi që nuk ishte i aktrur per asnjë fotograf. Mes tyre ishte një femija i vogël, di mbase 3 vjes në këmbe, me duartë të rriturve që mbenin të ti gjatë nga secilani. Por ati ku duheta ishte fytyra e femizhes kishte vetëm një vrime të parregullt. Sikur dikush ta kishte grisur atë pjesë të imazhit me gishtat e tij, mengësitimose me zemerim, duke lënë vetëm konturin, i një trupi pa emër pa histori. Resni e shikoi fotografinë per 3 sekonda. Vuri reshte pine në sfond, një ndërtim me linjat e drejta, dritare me grila druri të lirë në të bardhe, balkon me kolona tullash të dukshme. Vuri resiftin, nuk njohu asnjë nga të di fytyrat, e palosi fotografinë per seri, e vendosi serish në zarf dhe vazhdoi mbledhjen e ores 10. Por në orën 10:12 minuta, në mes të një projekcioni të fluksit të parave per 3 mugjorin e katërt, mendja e tij u kthye per një sas të vrima në kënder të imazhit. Nuk ishte nostalgji, nuk ishte kuriozitet sentimental, ishte shkëtesimi specifik i dikush që gjen në një tabele logaritese një kelize bosh që nuk duhet ta ishte atje. Pas drekës, një vakti shpejte në restorantin e vete ndërteses, i ngrane në një mbedjete minuta ndërsa u pergjigja i emaileve në celular. Argjani mori një vendim kë agenda e ti nuk e parashikonte. Tiri Adrian Pasin, shoferin të truprojen e ti të besuar preshte të vitesh, të ita se do të shkonin në Elbasan atë pastite. Vizita teknike ishte planifikuar per javën e ardhshme, me ekipin e inxhinierise. Por diçka atë dite, një variabel që ai nuk du të dinte ta emertonte me saktësi, kishte vendosur që nuk ishte per javën e ardhshme. Autostrada Tirane-Elbasan rodhi mire atë pasditë të martë. Argjani kaloi bjasen me të madheta e rrugës në telefon, duke zgjitur çështje pezull, duke deleguar vendime, duke rregulluar projekcione. Kur mbilli telefonaten e fundit, kishte mbetur edhe 20 minuta rrugë. Këndroj në heshqe duke pare nga kshami i zi i otomgjetit të blinduar. Nuk ishte zakon i ti, por në atë ndërhyrje të pashpjegueshme midis një telefonatit dhe qetres. Heshqja thjesht pushtoi hapesiren para se ai ta mbushte me një detyre tjetër. Elbasani ishte një kujtet me rrugët e gjerë dhe shtëpit e vjetra karakteristike. Prona ndodhej 6 kilometra nga kendra, në një rrugë ditësore me dherat e ngjeshur rrethuar nga eukaliptet. Porta ishte prej hekurit e punuar, tashme me shenja oksidimi në mentesha. Barirritej i parregullt përgjate murit balor. Ishte imazhi konkret i një vendi që kishte kene i bukur dhe që ishte lene pasdore. Hadriani hapi porten me celesin e dërguar nga agjencia imobiliare. Theotom gjeti përparoj ne për rrugën me gurit e parregullt drejt shtëpise kryesori. Ndërtimi ishte solid, me dikate, tullat e dukshme të mbuluara pqesirisht, nga bime kacavgjerresit e thata. Dritare të mbilura balkon me dishkale graniti blu. Kishte atë soliditet diskret të shtëpive që ishin në ngritur nga ata që kishin ndërmend të kendronin. Kër dulen nga automgjeti. Rogja lokal i punesuar nga agjencia u afrua me hapte shpejte. Një burre rreth të pesedjetave, me kapele kashte, me një shprehje që Argjani kishte mesuar ta njëhte gjatë viteve të biznesit, shprehja e dikujt që eshte gati të gjape një informacion që do të preferonte të mos e gjepte. Argjani e priti të fliste.
Burri tha se kishte mbërritur atë mengjes për kontrollin e zakonshëm dhe kishte gjetur garazhin e pasme me dritë ndezur. Se kishte tentuar të hapte deren, por ajo ishte e kiqur nga brenda. Se kishte trokitur, por askush nuk ishte përgjigjur me nxehere. Se pas pak kohe, zeri i nje burrit e moshuar kishte theni nga brenda se ishin miret heker kuj këtë mos të herisnin askend. Argjani nuk tregoj asnjë ndryshim të dukshëm. Nëksori celularin nga shepi i shaketes, hapi aplikacionin e kontaktive të helagishtin e madhen gjë centimeter larg numrit të policisë. Zho nga frika, por per efikasitet. Me pas, filui të ekti drajt garajit në fund të tokes me të njajtin hap me të silin ekti drajt që dumblit gjegje. Pëngsitim kwedu të tratton të angthin, pëngadalesi kwedu të suggeron të hezitim. Garaji ndod hegj në fund, indare nga shtepja kriesore nga nje kalim imbuluar me qegulla. Dera ishte presh druri masiv, me bogjen ke kero hegj në ripat e gjate. Dureza e hekurt e ndryshkur. Argjani mberriti para saj. Shikoj shkurt Adrianin anash, të stjuderen me majen e kepuse se tajtesh kelkir. Nuk ishte i përgatitur për atë kë ndodhej në anën tjetër. Brendesja e garazhit ishte e gjeredhe e ndrisuar nga nje lambe, i vetme let i bardhe i varur në tavan me nje kablos gjatuese. Dishe me gja ishte prej cimentoje telemuar, iftote dhe e paster, i fshire se fundmi, kete Argjani i vurire me njehere. Në fund, mbeshte tur pas murit, kishte nje dishekta e holete e mbuluar me nje batani gjeleshi me kuadratit e palosur me kujdis. Frane ti, një cante shpine e ngjire kaki, dita se pelhure teli dëhur me spango. Një termos, njene metalike me kapak, të nje pirg me 3 libra me kurizin, e këtjer nga brenda. Mbi këtë skeni absolutisht të përmbashtur dhe të organizuar. Organizimi specifik i të kujtke, kishte mesuar të ruan të dinjitetin edhe kur retanat dukeshin të vendosura për tia hekurate, ishin di persona. Plaku ishte në kembe, kishte gjate sine e nje burri këdikur kishte kene, i gjate dhe kevitet e kishin ke rusur leta. Por ke ne atë moment kishte vendosur të imponohevete peshes se moshes dhe të drajton të shpinan me një nga dalesi të kellimshme. Floket ishin plotësisht të bardhe të preremire, të krehur anash me nje kuqdes kë binte në kunde ashtim me ashpersina e vendit. Kishte veshur pantalona pelhur bezhë, kemishe me kopsa me menge të gjata të perveshura deri të berili, ke puse le kur të ereta me sholat të konsumuara por të lustruara. Kër vurire planine e Argjanit në pragun e deres, nuk u këthi asnjë happas, nuk u lisite, nuk kërkoj falgje. Thjesht takoj shikimin e burrit me të rimenea këtësi ke Argjani nuk ishte mesuar të gjente në situata konflikti. Ishte këtësia i dikut ke kishte hambur shumë gjera tashme. Dhe prandaj nuk kishte me asgje për ta pasur, frike se do të hambiste. Plaka ishte i ullur në nje karrige druri me mbeshtet e se të drajta. Me nje liberta vjeter të hapur në prihër të silin, imbilli nga dale kur u hap dera, pa e hekur gishtin nga vendi ku po leksonte. Kishte floke grite kapur në nje topus të yulet, bluze pambukung gjire rere, fund të gjerete e red. Mbante size me kornizete holle ke pushonin lehte, mbi magjen e hundes. Kur shikoj Argjanin, kishte diçka ne menyran se si e berikete ke aj nuk diti, ta emerton të mengjere. Nuk ishte luqe, nuk ishte frike. Ishte diçka me afer njohgjes, si kur ajo po shite gjongje të pëngjohur kisa po hirin në një garaz, por diçka ke e kishte pritur per një kohet e gjatet he ke kishte harruar se si priti. Argjani këndroj në prag per 3 sekonda. Me pas pandrishua shpregje, e vendosi celularin nga dale në shepine brendshëm të shaketes. Adriani këndroj pas tish duke pritur. Brenda garazit ishte nje karige, e vjeter druri mbeshtetur në murine majte, me ndëngjesën pjeserisht të grisur. Argjani e terhoki në kender të adhomes, pangsitim dhe pa ceremoni, dhe u ulnete. Kostumi gri i erret, ke pucet ilustruara, ora ke kishte kustuar me shumi sesa shumika, ingerezve fitonin në livgjet. Të gjitha keto të vendosur ambicimenton me pluhur të nje garajin e nje proni ke ai, i kishte blere pa editur as si qfare kishte brenda. Shikoj plakun, shikoj plake. Të ta me zerin e ulete të drajt per drajte kë perdorte në mbledje kur ton të këta ishte, e karte se nuk kishte vend per verdaloshe.
Keni 10 minutate me tregoni se çfarë po bëni këtu. Nuk ishte mirësi. Ende jo. Ishte diçka që I kishte bilokuar gishtin para si të formonte numrin e emergjences. Diçka që nuk kishte emerte arsheshem në tabele e vendimeve të Arjan Karasht. Diçka që ai preferonte ta quante efikasitet, t'i jepte informacionit një mundesi për t'u shfakur, para se të aktivizonte protokollin. Por kishte edhe diçka tjetër, të groposur nën efikasitetin, të cilën ai nuk e njohu në atë moment. Flakju nuk naksitue. Ter hokin që arke drurit e ulet ke ishte mbeshtitur pas murit të u ulëmbita me dingjitetin e diku gjët ke ishte ullur në një vend ke I ka zgjedhur vete. Plakar I hapi librin në prehër por nuk u kthete leksonte, thjeshtë mbajti atë ati si dikush ke mban diçka. Të njohur për të mos I lene duart bosh. Burri tha emrin e tij, Anton Mehillaj, arkitekt në pension, 70 vjeç. Gruaja pranë e tij ishte bashkëshortja e tij, Benedita Mehillaj, 73 vjeç, dhe pastaj, pa verdallosje, pa drame të panevojshme, me saktesin e Inge, arkitekti kë përshkruan projektin Inge vepre, Antoni filloi të tregonte. Treshani nuk e ndërproi asnjëherë të vetme. 20 vjet më parë, Antoni dhe Benedita kishin blere atë toke. Antoni e kishte projektuar shtëpinë e vete, në fund gjavat e gjata dhe netet pas pune, në nje fletore skikashke e ruante ende. Ndërtimi zgjati 3 vjet dhe ube me pjese, si pas paravike shfakeshin, pjese e pas pjese, si kur shtepja por rritej bashke me familjen. Kur përfundoi, ishte saktësisht agjuke kishin imagjinuar, solide, I gjere, me kopsht per para dhe obor prapa ku Benedita mboli trenda filat e pare. Kishin digjem. Me imati Fabio ishte avokat, I kishin financuar gjithë fakultetin, të duke punuar difish per 4 vjet në mënyre kë gjali të mund të përkushtohej ekskluzivisht studimeve. Fabio ishte I shkelkjer, eloquent, bindës, ngriti një zyre avokati në Tirane, u specializua në të drejten imobiliare dhe tatimore. Ishte krenaria e tyre, gjali kë kishte arritura që ku ata nuk arriten. Antoni pushoi per një moment, reguloj pozicionin e mbi arken e drurit, dhe vazdoj. Para di vitesh, Fabio ishte shfakur me një propozim. Ta se kishte një mënyre për të riorganizuar regjistrimin, I prones në mënyre kyete reduktonte në shem baren tatimore mbi trashegimine I ardhshme, gje ke du t'i kursente nga një proces burokratik I kushtu e shem me vone. Soli letra, shume letra, shpjegoj me gjuhe teknike per një ore të tere, Antoni dhe Benedita I besuan gjallit. Nën shkruan atiku ai kerkoj, në numrin e fakeve kwe ai kerkoj, në ditet kwe ai kaktoj në noteri. E vetëm ja par regullsi kwe Antoni kishte venire në atë kohe. Ishte se një nga dokumentet nuk shfakte numër protokolli, por Fabio tha se ajo ishte një procedure I brendshme e noterise dhe nuk kishte arsye për shketesim. 2 muaj me vone, një mëngjes të shtune. Beriti me poste një zarf I regjistruar me një dokument praj 3 fakesh. Ishte një urdhërdebimi. Shtëpia I ishte transferuar një kompani fantasme, ortak I fshehur I se ciles ishte Fabio Permes një emri të trete. Transferimi kishte daten e 6 javeve me pare. Dokumentet që Antoni dhe Benedita kishin nënshkruar, duke I besuar plotesisht gjallit të tyre, nuk ishin regullim tatimor. Ishin akte të kalimit të pronesise. Tentuan të telefononin Fabion. Numri ishte që aktivizuar. Adresa e zajres ekzistonte vetëm në leter. Një avokat me të cilin u konsultuan tase dokumentet, ndone se përmbanin par regullsi kwedo të kërkonin ekspertize për të vërtetuar para kitnin në nshkrime të njohurat e noteri. Gjeka e bentes do kontestim një proses të ngadalte, të shtrenjte dhe me rezultat të pasigërt për ata që nuk dispononin burime për të përballuar vite litigji. Në muaj vijjues, Antoni dhe Benedita kishin kaluar nga pensionin e pension, duke përdorur kursimet që mbanin në një logari kursimi. Kur rezerva e fundit mbaroi, nuk kishte me ku të shkonin. Prona që ata ngjihnin që kur ishte toke e zbrazet, para se te kishte themelet, ndodhej pak kilometra larg. Garaji I pasme kishte një bravet e vjetër,
kë Antoni dinte ta hapte me një, celes rezervi ke nuk ja kishte tjerë kurre bravandrekesit kur filluan problemet. Shkuana gjenën gje agim me shi. Medivaliksit heme kelimin per të kendruar per 3 dite derisa të gjenin ndonjë ndihme. Kjo kishte ndodhur para 7 gjavesh. Arjani këndroj në heshqe per një moment, të gjate pasi. Antoni përfundoi. Shikoi garajin rrethe rotull, dishekun, thaset e organizuar, lamben zgjatuese, pirgun e librave. Me pas shikoi plakun, I cili e veshtronte me ate, ketesi kë nuk ishte dorezim, kë ishte diska krejt qeter. Shikoi Benediten, I cila kishte degjuar gjithka mesita e kthjer nga dritargja e larte e garajit, nga ku hinte një reze e pjerret drite pas ditegje, plakan gjo shikimin e tish dhe I aktheu, a gjo shprehgje per seri, ende pa emer. Arjani unë ngrit në kembe. Drajtoj shaketen me një gjest e zakon shem. Dhe pa fjalet e gjera, u kthje drejt deres se hapur të garajit, nga ku mund të shihte balkonin, I shtapise krisore me shkalet e granitit blu, të thambi supe, me zekej nuk zbulonte me shume se sa sakesisht të nevojshmen, e gjani. Nuk ishte dëmshuri. Ende gjo ose ai nuk ishte gati ta pranonte se ishte etili. Ishte thjesht variabla që tërë duhej procesuar. Dhe ke ishtu Anton me hilaj dhe Benedita me hilaj. Ne kembe ne heshqe, moren Cecili sendet e tir me levizjet e dikusht ke tashme ka zhvilluar zakonin e te kenit gati per, tu larguar ne qdo moment, dhe ndoken burin me kostëm gri ne per, rrugen me gure drajt shtepise ke atavete, kishin nëndertuar 10 vjet me pari. Shtepja kryesore ishte mbilur prejshte pakten 2 vitesh. Si pas raporteve teknike kë Arjani kishte leksuar në zire ate mengjes. Era brenda e konfirmonte. Agjer I ndengjur, dru I tate, pluhur I grumbulluar nësi per faket horizontale. Por struktura ishte solide. Dritaret izolonin mire. 2 megja me parket druri ishte e paprekur. Ishte shtepja e dikujt kë kishte ndjartuar per të zgjatur, gjo per të bere per shtipje. Kaj hinan do të në pjesën e pasme, me dritare nga obori. Ishte I gjere me plakat e bardha me një shirit blu në mes të larte sise, banak graniti gri, do la pedruri masiv të lirë në ngjire I kremi. Në kender, një tavoline e rumbullaket me 4 karrige të veshura me mbulesa. Plastike transparente kje koha I kishte zverdhur lehten e skagje. Arjani hapi do la pet derisa gjeti një, kuti kafegje kë agencia kishte lene me ushkime të gjera baze per durim të ekipit teknik. Gjeti një makine kafe e moka prej alumini në një nga do la pet e poshtem. Hemboshime u gje nga rubineti. Mati kafene me lugan ke gjeti në sirtar, e vendosi një soben me gaz kë indezi pas 3 tentativash. Antoni dhe Benedita u ulen e tavoline pa pasur nevojekue tu kërkonte askush. Kishte në kete gjest, në mënyrën se si të digjeten kariget, I duhura pa hezituar, sikur vendi I Cecilit të ishte ende I shenuar, në ndonjë kushtese të veted homes. Diçka ke Arjani e vuri redhe nuk e komentoi. Benedita mbeshte ti librin dhe nje fletore me kopertine ta e reke kishte. Mbartur nga garaji mbi koshen e tavolines, prane kariges se saj, me gestin e dikujt ke pozicionon objekte të rendësishme në një vend ku mund t'i arrigje, shpesht nëse eshte e nevojshme. Antoni vendosi duart mbi tavoline dhe mbeti duke I pare ato per një moment, duart e një arkitekti në pension të gjera, me kiqet e spikatura, të shenuara nga puna e dekadave. Arreshën I vendosi 3 filksanet me mbi tavoline pa pjetur neze donin. Pa sheker pa kumesht, kafegja ishte e fortede e dendur. U ull në karrigen e 3 Gjate disa minutave, as një nga te 3 nuk foli. Zhurma e vetme ishte agjo e kytitit të larget, e ndonjë shpendi në obur, e eres kë levis të lehta gjethen e thare ke endembahe në hekurat, e njeres prej dritareve. Ishte një heshqe kë kishte teksture. Gjo boshëleku I paken shem ke Arjani ishte mesuar të mbushte me numrat e vendime. Por diçka me peshede pranit e vetan. Ishte Antonia ke filuati fliste per seri. Gjo sepse kishte me shume per të treguar per ate ke tashme kishte refir në garaj, por sepse kishte detaje ke nuk naksinin në gjeti minutat e këtani. Paranjë filksani kafejet të naksete në një tavoline kuzine ke kishte, ke ne tish per 10 vjet, gjenin hapesire per tu shfakur. Foli per mengjesin kur kishin përfunduar ndërtimin e shtapise. Ishte në gjahë I prilli,
22 vjet me pare, te ai ishte zgjuar para diellit per të ulur në shkallën e balkonit me nxeh fletori, të per të skikuar atë që mbete per të bere. Por kur hapi fletorin kuptoi se nuk kishte me asgjë per të skikuar. Shtëpia ishte gati. Ishte hera e pare në gjete Kenya projekti te kishte arritur në fund saktësisht, siç kishte filluar në koke. Jo sepse bota kishte bashkëpunuar, por sepse ai kishte refuzuar çdo devijim. Benedita duke dëgjuar këtë. Shikoi burin e saj me nxeh buzëkeshqe të vogël të shpeshte që u shfaq, dhe u zduk para se të mund të kueq buzëkeshqe. Por ishte ati. Argjani e vuri re, Antoni foli per vitet që pasuan, per kopshtin që bene në fund të tokes, ku Benedita provoi gjithçka, nga domatet deri te kopra, per festat në obor që mblidnin fkingjet, i të gjithë rrugës me zjarre di flamuj letre që Benedita i priste vetë që donati kërshori, per mengjeset e se djeles me erën e kafese dhe ke kune sa popqekur, per kohen kur Fabio ishte ende gjale i vogel dhe flintin e nje hamak në koridor në netet, ing sehta te veres, per zerin me te silin gjali teris te babane kur zgjohe nga angtet. Ishte zeri i ketish gjali ku Antoni kishte, tentuar të gjente në anin qeter të linjes atë mengjes të shtune kur zarfi, i debimit mberiti me poste. Nuk e kishte gjetur, numri ishte zdukur, të agjo kembeti në vend të ti nuk, ishte mungesa e nje personi, ishte mungesa e gjithskagje ke ki person, kishte perfakesuar dikur. Argjani e dëgjon të pa ndërprere. Ishte nje zakon ke kishte zvilluar gjate viteve no negociata të veshtira. Talinte palen qeter të fliste sa kohe të kishte nevoje, sepse agjo ke njerezit zbulonin kur ndiheshin të dëgjuar vlente me shume se qëdo pjegje e drejt per drejte. Por atë pas dite, rreth asaj tavoline, nuk ishte strategji. Ishte diçka qeter per të silen, ai ende nuk kishte emer. Benedita foli vetem një here shkurtimisht. Tha se ditën kur dolen nga shtëpia me valikse, agjo ishte këtër një here te fundit në dhomen i gjumit per ta marre fletorin kë ishte në sirtarin i komodes. Nuk shpjegoj pse. Antoni nuk shtoi gje. Argjani nuk pjeti. Shikoi fletorin me kopertin e ti erret mbështetur në koshën e tavolinës. Ishte një fletore e zakonshme, me kopertin e plastike ngjyre vishnje të erret pothuajse të zeze, me spirale metalike anash. Skagjet ishin lehtësisht të rudhura nga perdurimi i shpeshte. Fletoria ishte hapur në një fakeke Argjani mund ta shihte nga pozicioni i ti në tavoline. Shkrimi në fakene hapur ishte i vogël dhe i kujdesshëm, i anuar letë gjatës. Logji i shkrimit të dikujt ke kishte mesuar kaligrafi në një kohe kur mesohej kaligrafia, dhe nuk e braktisi kur rea të zakon. Kishte një titull në krye të fakes, i nënvizuar me divijat e hekura me stilolaps me bogje blu të zbehur. Argjani mund të lekson të vetem nga distanca kundod he. Emrih i ti Arjan, i nënvizuar di here, poste në një resht të vesante, një date. A i nuk mundi të shite vitine plote, por di shifrat i para ke daloj ishin atur të një dekade të mbilur kohe me pare, me shume si 30 e 5 vjet me pare. Shume per paras du biznesi, du kontrate, du registri publik kue do ta bente emrin e tis të shfakej kudo. Arrajshanim beti duke pare faken per mbase di sekonda. Me pas ngriti si të de filloj të fliste per situaten praktike të prones, procesin e regullimit, afatin per fillimin e punimeve, nevojën per një kontrol elektrik para qdo ndër hyrgjegje. Foli pa pushim per 4 minuta, dhe Antoni ju pergjek disa prej pjeqeve me njohurin e specifike të dikujt kë ngjihte qdo centimeter të ati vendi. Benedita mbylli fletoren ngadale, nuk tha asgjë. Hate pas dite, Argjani i instaloi Antonin dhe Benediten në domat e katit të dite të shtëpise kryesore. Kishte disheke të mbrojtur me plastike, qarqafe në paketim të mbyllur ke agjencia, kishte siguruar per perdorim eventual të ekipit teknik, asgjë luksoze. Por ishte një dhome me dritare, me tualet privat, me një krevat të verte të pasgjaveve duke fjetur mbi një dishek në cimento të ftohte. Para si të ngjitej, Argjani ndaloi në koridorin e katit të pare dhe mbeti duke pare shkallet per një moment. Me pas dërgoi një mesazh per ekipin e zires duke i informuar se do t'i zgjidhte çështjet nga larg nga prona gjatë natës. Ishte një vendim që nuk i kishte planifikuar dhe që nuk do të dinte të arsjetonte me saktesi nëse dikush do ta pjeste.
Të kishte njësere vendimesh atë dite kë nuk du të dinte ti arsjetonte. Ita Adrianit të shkonte në kitet per të bleri ushkimi baze per mëngjes të tek të he, se du të kendronte ati atë nate. Adriani nuk beri pjeqe. Në gjite pronarin prej kohesht të mjaftueshme per të editur kur kishte pjeqe kë nuk du të gjenin per gjigjene ate ore. Argjani u këtje në kuzhine. Ndezi laptopin në një nga prizat e murit të punoj për 2 ore. Duke u këtjer për gjigje maileve. Duke rishikuar një kontrate kë duhet miratuar dirite në sirmen, duke reguluar numrat e një propozimi. Ne orën djete e gjisme të nates shtepja ishte në heshtje absolute, me vetëm dritën e kuzhines ndezur dhe gjurmen e here pasheshme të tastjeres. Në një mbedjete. Degjoj gjurmen e automjetit të Adrianit ke kthehej per rrugën me gure. Shofri soli ushkimet në një kesit he u instalua në sediljen e makines per të kaluar naten. Arjani ungjit në një nga dhomate katit të dite kë ishte bosh, ushtrim bi batanje pa i hekur ke puqet. Mbeti duke pare tavanin prej druri, ishte dru i cilesi se selarte i trashe, me traret originali ende ne vend, pa as një carje, nuk fjeti. Fjala ke ishte shkruar në fletorin me kopertine ta erret vazdonte, të kendronte e ndezur pasive të ti me kembengulgjen e një kelize tabeleke, refuzon të embilet. Argjan, me date te me shume se 30 pese vitive me pari. Per parash duk gjegje kje du të bente emrin, e ti publik apotek gjurmu e shem. Në emoshen pese vjetësare, kur mberri ti në jetimoren në lakgjen e alidemit, në tirane dore per dore mengje punonjes fitureni të silit nuk mund të rindar tonte me në kushtese, nuk e dinte se kush e kishte lene atje, nuk e mori vesh kurre, nuk pjeti kurre drajt per drajt. Sepse mesua shume heret se pjet gjet pa per gjigje, ishin me të rezikshmet per tu bere, ato kembeteshin brenda kokes duke u riturne e resire, duk zene hapesire këdu te ishte me mire të rezervohaj per, gjera ke kishin zgjidje. Ne edumat kolektive me tete krevate të reshtuar, kishte mesuar se bota ishte një vend ke nuk mbante, hapesire per ata ke priznin ke dikushte kushdisejq per diçka perta. Dhe kishte ndjartuar gjithçka mbiket e parim, një grup regulashte brendshme të reptakje nuk paten kurre, nevogjete e shkruheshin sepse nuk ndrishuan kurre. Ne ate agim në katin e ditet e një shtepje. Në Elbasan ke e kishte blere pa editur se qfare perëmbante. Argjan Karaj mbeti me si të hapur në tavanin prej druri duke dëgjuar heshtjen e prones. Dhe per heret të pare pas qume vitesh, nuk e dinte se cili dota ishte hapi qeter. Ishte agim kur zurma mberriti. Një zurme e ulet motori të fuki shem ke ulte marshin në rrugën ditesore. Pasuar nga Kërcitja e nga dalte e gureve në ngomat e gjera. Argjani ishte zgjuar. Këndroi i palevizur per një sekonde, duke dëgjuar. Me pasu ngrit nga krevati pa bere zurme diskoj të dritargja e katit të dite. Poshte në porten e hekurt të prones. Ishte një makine tip fuoristrade me ngjire të erret me eksama të zinj. Dritet e kroskotit ishin ndezur. Motori u turinte. Ndersa ai vezgonte eksami i shofrit u ullë dhe njekra doli duke mbajtur një letër të palosur ke goditi 3 here mbi panelin i 6 të hirjes të interfoni. Adriani kishte zbritur tashme nga automjeti. Te po e këte drejt portes kur Argjani doli nga dira e pare, me kësaketen e kostumit e mbi krah, pa kravati, me gjëstekun e kemi shes të hapur. Zbriti di shkallet e balkonit të e si drejt portes me hap konstant. Fuori strada ishte e blinduar. Kjo u bej e karte kur Argjani u afrua mjaftueshem, per të pare trashesin e karakteristike të djerve dhe këndin lehtesisht të modifikuar të shamave. Nga ana e pasagjerit zbriti një burre me kostum të zi, rejt të dizetave, me një doshjele kure kafenen krahde me një shprehgje kui Argjani e identifikoj në gjisme sekonde. Ishte shprehgja specifike i dikut kui ishte dërguar per të dhenin një informacion të pakenshëm, dhe ishte udhezuar të bente, kete me autoritet të mjaftu shem per të penguar të pjeqe. Burri të se per fakeson të interesat, në gjë kompani me nakshimi imobiliar me selin e Tirani, dhe se ishte ati per të dorezuar në gjën gjoftim gjashtek gjikesor, per margjen e mengjeheshmeti e pozitimit, në lidhje me personat kjo po pushtonin në menyre të parregullt pronen, e ndodhur në ate adresi.
Tha se kompania dispononte dokumentacion të irregullt dhe se afati per lirimin vullnetar du të ishte njëzit e 4 ore, pas të silave qeshtja du të persilek gjikates per ekzekutim të detyrueshim. Argjani e mori dokumentin patene askë. Ishte një zarf afatër imbyllur me një shirit takuk urgjente. Argjani e hapi. Nësori fletete palosura dhe filoj të leksonte. Gjoftimi kishte 4 fake. Gjuhe juridike edendur, paragrafete gjate referenca në nenete kodit të procedures civile. Shumika e avokateve të punesuar nga Argjani gjate, viteve kishin mesuar se ai i leksonte kontratat me të njështen ve mengje me të cilën leksonte paskirat financiare, paragraf pas paragrafi, pa deleguar asgjë që kërkonte interpretim. Në faken e pare, identifikimi i paleve, qilesimi i prones, referenca në numrin e pasurise në zyren e regjistrimit. Argjani vuri re se numri i pasurise ishte i paplote, një gabim i vogel, por gabim. Në faken edite, baza ligjore e posedimit, me shitimin e treneneve të kodit civil. Argjani ngjihte di prej shtyre përmendesh per arsye profesionale. I treti ishte shfukizuar në një reforme legislative 6 vjet me pare. Askush ke do të kishte konsultuar kodin e perditesuar nuk do të kishte situaret e në pashtuar shënimin për shfukizimin. Nje qeter gabim. O skelim. Në faken e trete, për shkrimi i situates se pushtimit të pargult, me përmendje specifike të di individeve pa lidhje kontraktuale me pronarin legjitim të prones. Shprehgja pronar legjitim shfakej 3 here, pa këne asnjë prej tyre dokumentit të paragiste numrin e dokumentit të pronarit të pretenduar, apo ndonjë instrument vertitues të titulit si aneks. Në faken i 4, afati në nshkrimi i përfakesuesit ligjor vyllat notariale. Argjani i palosi 4 fletet me kushdes, sikur do t'i duheshin me vone. Ishte gati të hapte goxhen per tu përgjigjur kur deggjoj hapa në balkon pastaj. Ishte Antoni. Plaku kishte zbritur në heshqe, zbatur, me pantalonate përveshura, kemishen e hapur në kopsen e fundit. Këndroj në skagjin e si perm të shkalleve të balkonit, duke pare drajt portes me atë kendrim ke kishte treguar në garaj ore me pare, shpina drajt, pa u tërhekur, pa ngsitim. Dhe pastaj Antoni ta me zeke nuk ungritas gismetoni, une e njo kete bure. Përfakesuesi, i cili i kishte syte e fiksuar të Argjani, ktheu koken nga dale drajt plakut. Antoni zbriti di shkallet e granitit blu, kaloi rrugan me guredërit të portat e kendroj dimetra larg përfakesuesit, per baletaj, me dritën i kroskotit të fuori strades kendrisonte të di fitirat anash. Dhe tha, me saktesine, e di kusht kë e ka provuar këtë fjali shume heri brenda koke se tigj, se ajo ishte njeshta fityre kë kishte këne në zire notariale në katine dite të njënderte se në rrugan, mislim shiri në tirane, në diten e dite të shtatorit të diviteve me pare. Se aq ishte avokati e mri i të silit figuronte në fushen instrumentin njohur nga. Në fakën e fundit të dokumenteve kë, Antoni de Benedita kishin nënshkruar duke besuar se ishte një regullim i thjeshtë tatimor, se ai ishte njeriu nënshkrimi të cilit i kishte dhënë vlefshmëri notariale instrumenteve. Natyra e verte të cileve ishte fshehur kelimisht nga palet që i nënshkruan. Përfakesuesi nuk tha asgjë, por Argjani e vezgoi me vëmendjen i sakta që kishte zhvilluar në vite negociatash, njët kurgje minimale, ne muskulin rreth sirit të majte. Logji i reagimit të pavullnetshëm që nuk ishte i trajnueshëm, që shfakej para se arsjegja ta ndalonte. Argjani shikoi 4 fletet e palosura në dorën e tij, me pas shikoi përfakesuesit. Dhe me të ngjajtin zemë të cilin kishte pushuar, palin atë mengjes në zire, i ulet, i drejt për drejta, pa hapesire për interpretim alternativ. Ta se kishte gjetur në dokument të pakten di gabime procedurale, kë i benin atë të pa efektshëm si instrument njoftimi të vlefshëm, përfshire referensen në nje nën ligji të shfukizuar prej 6 vitesh, gjë kë suggeronte, ose pa kujdesi të trashe ose kek besim të kellimshem. Asnjëra prej të silave nuk ishte pozite komode për atë kë, kishte nënshkruar të dërguar dokumentin. Tasi,
Në rast se klienti kë kishte dërguar atë njoftim do të kthehej para kishte dokumentacion pa bazete, forte ligjërin e adresën e asaj prone. Dokumenti tjetër kë klienti do të merrte do të ishte një për falsifikim të instrumenteve notariale të abuzim me të drejtën procedurale, e protokolluar njëkohësisht në gjykatën kompetente civile dhe në domen e avokatise. E tha këtë mëzete ullet. Pas një loj drame. Pe pasi mori 4 fletet e palosura me të digjaduart, dhe grisi dokumentin në 4 pjese të barabarta me levizjet e sakta të pangësitim, ila kopat të binin mbi disemin e prej guri para portes pa pare sekurani. Ferfa ke suesi mbeti duke pare kopat e letresne, toke per di sekonda. Me pas shikoj Argjanin, me pas Adrianin, I cili ishte pozicionuar lehtësisht në të gjatë, të pronarit me krahet, e krikezuardhi me kendrimin, I dikusht ke eshte prezent per të garantuar, kë bisedate per fundoje në një mënyre dhe jo në një tjetër. Me pas hiri per seri në fuori strade, pa të në asgje tjetër. Automjet ju këthjene hapesiren, ngushtet e hirgjës të usdukne per rrugën ditesore, duke ngritur njëre të holle pluhuri në ndritët e farave. Antonin beti I palevisur në rrugën me gure per një moment pasi gjurma, I motorit ushduk në heshtjen e agimit. Era soli një ere baritela gur nga vesa. Atje lartë, midis degeve të eukalipteve, kishte I gjeke drita, I tiranes nuk të linte kurreti shigje. Plaku u këtje nga Argjani dhe tha me zi të ulet. Me serenitetin Inge burike kishte arritur në përfundimin. Inge ekuacioni të komplikuar pas shume kohe. Falemindrit. Hrajni nuk u pergjigj me një here. Mbeti duke pare rrugën e zbrazet edhe per disa sekonda, me kopat e letresen dhe ne toke para portes. Me pasta, pa u këtjer nga plaku, me zerin e dikujt ke po kalon një piken qeter të një liste. Shko fli. Nëse erdu të gjete një dite e gjate. U këtje brenda. Në gjiti shkallet. Ushtri ne krevat me kepuqeve shur. Kete here. Fjeti. Qas gjigjuane oren pese e dizet të mengjësit si gjithmone. Nuk pati nevoje per zile as ati. Kja ndroj ishtrire per një moment me si te hapur në tavanin prej druri, duke dagjuar heshtjen e ndryshme të periferise, pa bori, pa zurmen e vazdueshme të kritetit, vetem zurmen e ndonjë e shpendikez gjohejme heret se shumika. Me pasu ngrit të shkoj të dritërgja. Obori pas me, kë kishte kene kopsht, kishte ende gjurme të asaj kë kishte kene. Drita e agimit e bente gjithskang gjiregri të hapur. Te diku brenda Argjan karajt kishte në gjepjeqe kë nuk I per kiste as një mbledhjegje, kë nuk naksinte në as një tabele logaritese. Kë zgjohej bashke me te atë mengjës në katine dite të një shtepje, kë I kishte bleri pa e ditur se qfare përmbante. Nuk ishte një peqe kë ishte gati të bente mezi të larte. Por ishte ati. Telefoni drithejne oren katere 50 të mengjësit. Arjani ishte zgjuar tashme. I ullur ne ane të krevatit me laptopin e hapur në prehër, duke rishikuar e-mailet e para të dites. Shikoj ekranin para se të pergjigj, numeri pangjohur. U pergjigj në dritgjen e trete me ze plotesisht të zgjuar. Zeri nga ana qeter ishte një burin e mosheta mesme. Diksioni artikuluar toni kalibruar per të tingjeluar I arsieshim. Ishte zeri I dikujt kë kishte kaluar vite para gjyktareve dhe avokateve kundërshtare duke stervitur intonacionin e sakte kë neutralizonte tensionin para se ajte mundte. Shënderohej ne akuzete drejt per drejte. Buri u identifikua si Fabio Mehilaj. Ta se ishte pronari ligjori pasurise se ndodhur në Elbasan, te se kishte marre dieni se njerëz po pushtonin pronen. Ta se nuk donte te krionte probleme te panevojshme, se ishin prindjerit e ti të moshuar dhe se situata ishte delikate. Se ajve te kishte tentuar të zgjitte në mënyrat e qerak gjate muajve por këj fatkekesisht nuk kishte arritur t'i binte ata të pranonin ndimen ke kishte ofruar. Ta se kishte nje apartament në Tirane, të mobiluar në dispozicion kë ata të shkonin me njehere, pas një kosto. Ta si qeshqa e prones në vetvete ishte nje qeshqe. Reptesisht ligjore ke duhej zagjdhur ndaras nga qeshqa njerezore I mirekenje se të moshuarve. Ishte një fjalim I ndetuar mire. Argjani mbeti duke të gjua në heshtje deri në fund, me pasta emrin e tish. Arjan Karaj, pronar ligjori prones si pas kontrates përfundimtare të shit blergjeste, regjistruar në zyren e pasurive të paluajtshme të Elbasanit 3 jave me pari, president I grupit Karaj Participations.
dhe personi që kishte grisur njoftimin gjashtekgjikesor para përfaqësuesit të dërguar ore me pare. Kjo në qytetin linjes patinje pauze. Nuk ishte pauza e dikush që sapo morin gje informacion të papritur për një transakcion imobiliar. Ishte një pauze me teksture qeter, me të dendur, kës gjati mbase 4 sekonda përke u sol si kur ishte me, i gjate se ak, logji i pauzes, këndot kur dikush dëgjon diçka ke nuk supozoheshta ishte ati. Diçka ke ishte ruajtur në ndonjë vend kë personi besonte se ishte, i sigurt prej koheshte mjaftueshme për të pasur haruar ke ruajti. Fabio e mori vetën me njëhere pas kesaj. Tha se kishte padishim një ke kuptim se dokumentet do të verifikoheshin, se nuk kishte nevoje për armikesi midis paleve kë mund të bisedonin në mënyre të civilizuar dhe të gjenin një zgjidhje të kënaqshme për të gjithë. U kthjete toni i arsyeshem, por toni i arsyeshem kishte tani një cargje ke nuk ishte ati para pauzes. Hargjani tha se qedo komunikim ke nga ai moment, e tu gjedu hejbere me shkrim. Në adrese elektronike të departamentit ligjor të Garage Participations, kontakti i të cilit ishte publik në faqen e internetit të kompanise. Me pas e mbyli. Peti i ullur në anet e krevatit me telefonin në dore për një moment ke nuk diti tamaste. Me pas shkojte dëra e dhomes, i hapi nga dale, dhe gjeti Antonin të ndaluar në koridor 3 metra larg, mbeshtetur në mur me krahet e krikezuar mbi gjoks. Plaku e kishte dëgjuar biseden në per koridorin prej drurikë e persil të zerin me miri se sashtu person du të priste. Antonita me zë kemezi kalonte volumin e nje pesh për i gjegje, por kem barte peshen e dikot ke kishte menduar per kete per nje kohet e gjate. Ki bure nuk ka frike nga ti si per marres, ka frike nga ti si person. Gjane gjera shume te ndryshme. Hrajani mbeti duke e pare ate per nje sekonde te i plote. Ishte logji i fjali se kë, e thënë nga sto person qeter në sto kontekst qeter, a i do ta kishte arkivuar si sentimentalizem të panevojshem, por e thënë nga a i burre, ne ate koridor të e retruri, në oren 4 e pesedje të e pesete mëngjesit. Kishte peshen spesifike të një të verte të kë kishte pritur të thuhej nga dikush kë e kuptonte ate nga brenda jashte. Nuk u pergjigj verbalisht, por beri diçka kë Antoni e vurire. E vendosi telefonin në kshep me një nga dale si kë nuk ishte e zakonshme të kaj, si kur po procesonte diçka kë ende nuk kishte forme të plote por ke kishte tashme vellim të mjaftueshëm për të zene hapesire. Ne orin gjashte të mëngjesit, Adriani soli nga kitet i buke, gjathe edhe litra kafe në termos. Benedita kishte zbritur me heret sesa Argjani priste, dhe ishte tashme në kuzine kur shoferin berriti me keset, pa i kërkuar askush. Ajo kishte shtruar tavolinen dhe kishte ndareb gjatet. Kishte në menyren se si ajo organizonte ate kuzine të pangjohur, duke reguluar objektet në vendin e duhur me sigurine, i dikusht ke i ben ke të prej dekadash në nje, vend ke i njeh për mendesh. Diçka ke i beri ambientin të ndryshem nga e ke kishte, ke në pas ditën e kaluar. Hrajani ishte në oborin e pasme me laptopin mbeshtetur, Nanje tavoline hekurita ndryshkur, duke bere tirgje të shpejta perditesimi me ekipin e ziris. Kishte në të njështen kohe, dërguar 3 mesazhe, nje për Kamilen, duke kërkuar këtë mblidhte të gjithe dokumentacionin mbi historikun e transferimeve të prones pra shitgjeste Garage Participations, nje për departamentin ligjor të brendshëm, duke kërkuar verifikimin i kompanive të regjistruara në çdo emër me të cilin emri Fabio Mehilaj ishte i lidhur. Të nje mesazh për nje numër kë nuk ishte. I ruajtur në agenda me emër të plote, të nje avokati penalist me emrin Henry Bastari me të cilin ishte konsultuar në di raste të me parshme kë përfshinin për regullsi shokerore. Mesazhi për Henryn ishte i drejt për drejte. I duhaj ajnë pronen në Elbasan ende ate mëngjes. Kishte qeshtje kë kërkonin vleresim personal dhe urgent. Avokati u pergjigj në një mbedje të minuta. Mberi në orën 10. Antoni kishte zbritur neshtate dhe ull në tavoline, ku Benedita kishte vendosur tashme bukend he kafene. Të di hengren në heshtje, si siftet kë prej dekadash nuk kane me nevoje per fjale per të organizuar fillimin e dites. Argjani hyri në kuzine neshtate e gjisme, morin gja filksan kafegje.
Mbeti I mbeshtitur në banakte I shikoi Teddy per disa sekonda me shumë se sa ishte e nevojshme. Kishte diçka ne atë pamgje. Çifti I ulur në tavolinën e asaj kuzhine që ata veta e kishin projektuar dhe ndertuar me filsanet mbi tavoline, me dritën e mengjesit që hinte nga dritargja. Kjo e beri atë të këndronte I palevizur. Nuk ishte e mundur të emertoheja gjoke ishte me saktesi. Ishte thjesht një variabel që rezistonte të klasifikohej. Benedita ngriti sytë nga buka që po pristet he e gjeti duke shikuar. Nuk ta asgje, por kishte në atë shikim të asaj, të ngjegte që ai kishte veneri në garaj, tani me një shtrese me shume që koha dhe biseda kishin shtuar. Diçka që fillonte të kishte e merë, por që ai ende nuk. Ishte gatita shkiptonte. Harjani piu kafene. Vendosi filksanin në lavamande u kthie në obor. Në orën 10 minuta, një automjet gri hiri nga porta e hapur dhe ndaloi pranë makines së Adrianit. Henry bastari zbriti me një doshet e zeze dhe një laptop në krah, bure rreth të pesëdhjetave, size me kornizet e irret, kostum prej liri blu me pamgjene dikush ka ishte zgjuar herit dhe kishte udhëtuar shpesht, dhe nuk ishte shketesuar per kete. Përshëndeti Arxhanin me shtrengim duashta e forte, pa hirgje, dhe ta se kishte leksuar kontekstin që WhatsApp I kishte përgjele gjate rrugës dhe se kishte nevoje të shihte dokumentit. U ulen në balkon. Arxhani parakiti atë ku e kishte, njoftimin 6 gjikasor të grisur dhe të bashkuar per seri mbi tavoline si pjesë reference, dokumentet e blergjes nga Garage Participations, dhe informacionet që Antoni kishte treguar mbi procesin I transferimit mashtrues. Antoni ju bashkua atire dhe ju përgjigj, pjetjeve të Henrit me te, ngjeshten saktesi faktesh si gjithmone, data, emra, adresa noterie, numer fakeshte çdo instrumenti të nënshkruar, sekuenca e sakte e ngjarjeve. Henry dëgjoi gjithçka. Më bashti shenime në laptop, ngriti 3 pjeqe specifike të natyrës procedurale kë, Antoni ju përgjigj pa hezituar. Me pas mbeti duke pare shenimet per një moment në heshtje. Të edha se kishte material të mjaftueshëm per të ndertuar një proces të forte. Per anulimin I aktit juridik, per shkak të mashtrimit, me kërkese per shpërblim të djemit material dhe moral, dhese, ne varesi të vërtetimit dokumenter të disponueshëm. Kishte hapësire per kalezim në sfere me të rende lidhur me shkelgjet, në ushtrimin profesional të atij që kishte ndërmjetësuar instrumentet. Ariani pyeti se sa kohë do të zgjaste një proces I tillë. Henrita, varet nga ajo që kemi si prove dokumentare konkrete, sa me solid të gjete grupi I provave, ak me I shpejtë dhe me I sigurt eshte përparimi. Me dëshmi dhe dokumente originale, kuadri ndryshon konsiderueshëm. Ata hyre nga porta I pasme I tokes, u dëgjuan 3 godiqe të forta në dru. Adriani shkoi të porta E pasme dhe shikoi nga vrima ke ishte instaluar në druvite me pare. U këtje me shpregje neutrale dhe ta se ishte një gjale I rimecante shpini dhe diçka të vogel në dorën e gjatë. Arxhani të hapte. Porta E pasme të ngësirte në një rrugice, të ngushta me dhera ke kalonte paralelisht me murin, rrethuar nga vegetacioni. Kur dhera preq druri u hap, hiri një iri rreth të njezetave me një cante shpine grine supe dhe një USB të kuke të vogel të mbajtur midis gishtave të dorës së gjatte, mbajtur me saktesinë specifike të dikusht, që po mbart atë prej kohësh të mjaftueshme për të ditur se çfarë vlen, dhe prej kohësh të mjaftueshme për të pasur, frike se çfarë do të thoshte ta leshonte ati. Ishte I gjatë, me lëkurë të celet, floke të erret të shkurtër, mjeker të parruajtur, rate nën si ke dashmonin net pagjume të rregullt. Kishte veshur një bluze pambuku të thjeshtë, këshinse dhe atletit e konsumuara. Kishte tek ai një kombinim të vesante e vendosmërie dhe raskapit gjegje. Shpregja e dikujt që me në fund kishte marrë një vendim shumë të veshtire, pas një periude shumë të gjate pa mundur të merte atë. Dhe kjo ishte tani në anin tjetër të këtij vendimi pa I ditur, ende se si duke bregu tjetër. Shikoj Arxhanin. Shikoj Henry bastarin I cili kishte kendruar në kembe kuru dëgjuan goditjet. Shikoj Adrianin I cili mbante deren hapur. Të e pastar shikoj në brendesit e balkonit, ku Antoni dhe Benedita ishin në kembe kra per kra, të palevizor. Shpregja që kaloi në fytyren, I të rjut kur padita e moshuarit ishte shkurtër dhe intensive. Diçka I perzje dhe e veshtire për të zgjidhur. Kjo nuk ishte vetem gezime as vetem faq e as vetem lehtësim.
sepse ishin të triak gjerat në të njajten kohe. A I kendrua I palevizur në pragun e portes për një sekonde. Benedita ngriti dorën lehtë drejt tij, vetëm ak, një gest minimal, gjali hiri, tha emrin e tij me zete forte. Lukas Mehilaj, 22 vjeç. Nipi I Antonit dhe Benedites, dhe gjali I Fabio Mehilajt. Harjani nuk tregoi surprize, por kushtoi femendje totale. Lukasi tha se kishte marrë vesh se gjisherit ishin në atë prone. Para 3 vesh pasi arriti tek gjurmonte të Ertorazi adresen, permes një ishfkinji kë kishte pare Antonin duke blere buke në një furre në kender të Elbasanit, një mëngjes të shtune, kishte tentuar të hynte në kontakt me pare. Porcro tentative ishte identifikuar nga jati. Kishte tentuar një herë të fliste drejt per drejt me gjysherit në telefon nga një numeri huaj, por jati e kishte zbuluar dhe kishte blokuar kanalet e komunikimit. Falsi zhurmaj fori strade se blinduar ke largoheq, nga rrugika e pas me kishte zgjuar të gjithë buqtin e kuaj ishte akomoduar di kilometra me larg. Lukasi kishte marrë vendimin të mos priste me asnjëdite. Kishte një santen e shpines dokumente. Dhe në USB skedare digitale kë kishte kaluar 3 vjet duke I mbledhur. Henry Bastari u afrua me dosjen në dore. Lukasi vendosi çanten me bi tavolinen e balkonit. Hapi zingshirin kryesor me kushtes dhe filloi të nënsirte dokumente një nga një. Kishte kontrata originale me nënshkrimet e Antonit dhe Benedites, të njajtat ke u ishin parakitur atire si regullim tatimor. Kishte e-mailet e printuara në letër me dergesit dhe datat, të shkembjera midis Fabios dhe nje ndërmjetesi të identifikuar vetëm me iniciale, mbi strategjine I transferimit dhe afatet e qado etape. Kishte deklarata të transfertave bankare per kompanine fantasme me data kë korrespondonin me etapat e rafiera nga Antoni. Të kishte një sere shënimesh të brendshme noteri, me numerim sekuencial kë tregonte mos perputje midis dates, se parakitjes se dokumenteve dhe dates se njohjes se në shkrimit. Lukasi tha se e kishte pariskime të montohe pjese pas pjese nga brenda familjes, per gjatë 3 viteve. Se frika kishte kene me, I madhe se guksimi per shume kohe. Se ka një kufi se sa kohe një person mund të gjetoje duke ditur diçka të duke mos beri asgje. Te se aje kishte gjetura të kufi në agimin e kaluar. Ta se ishte I përgatitur të përgjigjaj për gjithçka. Kë kishte mbledhur. Se kishte ardhur me zgjedhjen e tij dhe se nuk kishte kthim pas per atë që kishte vendosur në atë tavoline. Benedita ju afrua nipit në heshtje dhe vendosi dorën në krahun e tij lehtë. Lukasi e shikoi atë për një moment, me një shpreh që ke nuk tentoi ta kontrollonte. Me pas shikoi token gjo nga turpi, por me përkendrimin e dikujt që po mbanje vendim të forte. Henry Bastari shfletonte dokumentet, me shpejtësi dhe saktësi profesionale. Argjani kendroi në kembe nje meter larg, duke pare avokatin të leksonte, dhe pastaj shikoi Lukasin dhe pjeti me zete drejt per drejte. Gjë I përgatitur të nënshkruash si dëshmitar në gjithë kete. Lukasi thapu se per kete kishte ardhur. Shëndoti I cili kishte kendruar në kembe në funte e balkonit gjatë gjithë skenes. U afruan ngadale të tavolina ku dokumentet ishin pirg. Reguloi syzet me magjen e gishtit tregës, dhe filloi të shikonte faket ke Henry kishte ndare të klasifikuar në një pirg me vete. Kishte një dokument në veçanti. Kë Henry e kishte vendosur në kryete atij pirgu. Ishte një plan arkitektonik I prones I datuar në vitin 1995, I cili ishte përdorur si vërtetim I posedimit të gjate në një nga etapat I procesit të transferimit. Një dokument kë e vërtetonte se prona kishte kënenen të njajtin administrim në mënyrë të vazhdueshme kë nga agjodate. Antoni u perkullete FBI flete. Mbeti duke pare ne heshtje per disa sekonda, dhe pastajta, me këtesin e absolut të dikujt kë po lekson diçka absolutisht të dukshme se ai dokument ishte I reme. Të gjithë I shikuan atë. Antoni tha se ai e kishte projektuar atë plan në vitin 1974, se edin të përmendesh formatin e kodit kadastral të kërkuar nga legislacioni, urbanistik I kohes kur projekti ishte protokolluar, një format me 4 shifra me prefiks shkronjë tregës të sektorit, të cilin bashkia e Elbasanit e kishte përdorur ekskluzivisht deri në vitin 1981,
kur miratojnë gjë sistem të rinumerimi pas reformes administrative. Kodi kë e figuronte në dokumentin e parakitur si i vitit 1995 ishte me 6 shifra. Pa prefiks shkronjë, në formatin e standardizuar kë filloi të perdurej vetëm pas vitit 1993. Një gabim praj të 18 vitesh, i printuar në një letër të plakur artificialisht, i kaluar në per noteri, i pranuar në instanca administrative, i papunesuar kurre nga askush. Gjë e vërtetë e thjeshtë. Me pamgje teknike, këtë montonte në 30 sekonda një dokument që kishte kalkuluar per vites i vërtetim legjitim. Henry Bastari mbeti i palevizur per një moment. Me pas hapi laptopin të shkroj diçka. Me pas këtiu ekranin drajt argjanit, të thasja gjo, ishte mbase elementi me konsistent i të gjithë grupit të provave të mbledhura në atë tavoline. Gjo vetëm per atë ke vërtetonte mbi falsitetin e dokumentit specifik, por per atë ke zbulonte mbi shkalen e per punimit të skeme si të resi. Të mbi besimin kë per gjegjesit e saj kishin të faktis e askush në asëngje pike të procesit, nuk du të shikonte me si te e dikuq ke edin të saktesisht, se qfare po shikonte. Trajanin beti duke pare Antonin per një moment të gjate. Puri 77 e 6 vjesar, indaluar parangje tavoline balkoni nëngje mengjes në Elbasan. Kishte pare në 30 sekonda atë kwe asnjë ekspert, asnjë analist, asnjë specialist, i punesuar me çmim tregu nuk e kishte pare në muaj procesi. E kishte pare gjo sepse konsultua ndonjë bazetet henash, gjo sepse hulumtui, gjo sepse ishte trajnuar per kete, por sepse e kishte gjetuar, sepse ai vete e kishte vendosur atë kodne atë projekt. 28 vjet me pare, me stilu laps dhe vizore dhe me ndërgjegjen e kugje shmete dikut kë i dise po nderton diçka ke duhet bere mire. Arjani kishte ndertuar një perandori, duke punesuar analistet me të mire në dispozicion, duke paguar per konsulentet me të specializuar, duke urretuar me ekspertiza kë ai vete nuk i zoteronte. Dhe kishte kuptuar në atë qast se njohuria me, e sakte kë kishte në atë balkon nuk ishte në asnjë laptop, në asnjë CV, në asnjë baze të denash të aksesueshme me abonim mugjor. Ishte të një burre me flokit e bardhe, indaluar para një plani arkitektonik, kë e kishte projektuar para se shumika, e njerëzve të pranishem, në atë balkon të kishin lindur. Benedita ishte kthyer në kuzine ndërsa burrat bisedonin. Pregjande, shperthente era e ngrohtë i kafese, se sa popje kur perzir me eren i drurit të vjetër të shtepise. Farajani këndroi në balkon duke pare oborin per një moment të gjati, me duart në ksepat e ksaketes, dhe pastaj, pa ish pjeguar askojt se ku po shkonti, zbriti shkalet, eqin e per kalimin anisor dhe dolin nga porta e pasme në rrugiqen e ngushta me dhera nga ku kishte hire Lukasi. Këndrua në kembe ati per disa minuta, e vetem me djelin kë ingrote lehta kafen, kishte mberritur në atë prone si pronari një pasurjet e sa poblere. Te po këndronte si njegje kë ende nuk kishte emer, të sakte por kë zinte hapesire, brenda taj në një menyre kë as një kontrate, as një bilank, as një vendimi marre, në sale mbledjesh nuk kishte, zene kure me pare. Henry Bastari punoj di oret vigjuese në balkon me perkendrimin e një kirurgu. Dokumentet ke Lukasi kishte shjelle ishin tanita, ndara në 3 pirgje mbaj tavoline. USB-gja ishte lidhur me laptopin e avokatit dhe skedaret po katalogoheshin në një dosje ky. Henry organizonte në heshtje, resht pas reshti. Lukasi u ul prane avokatit e ju pergjik pjetjeve me një saktesi, kë vinte nga dikush kë kishte kaluar 3 vjet duke mbajtur qdo detaj në mendje. Data, vlera, emra. Rasni kalojnë një pjese ta mirete asaj kohë në levizje. Duke hirete dale nga shtapja, duke u këtjer per gjigje mesazheve të zires, duke verifikuar kontratat, ke Kamila kishte derguar per miratim. Ishte logji i prani se ke nuk kërkon vëmendje të vazhdueshme, por ke organizon. Ambientin rrethe rrotull thjesht duke ekzistuar në te. Antoni kishte quar një karrig në koridorin anisor dhe mbeti, i ulur ati me duarte e nderturura mbi gju, duke pare kopshtin e perpar me ku barerat e ke kigja kishin pushtuar vendin. Nuk flinte. Thjesht kendronte, i ulur me ate ketesi kë Argjani kishte identifikuar kë në garaj.
Benedita përgjate mëngjesit, kishte bere atë ke Benedita siç duket bente përballë situatave gjashte, kontrollit të saj, të organizonte atë ke kishte në dorë. Kuzhina ishte e pastër. Tavolina kishte bgjatet e ndara per dreke. Në obor, ajo kishte gjetur një fshe se mbështetur në murdhe kishte fshire rrugën me gure nga balkoni deri te porta. Kishte diçka në ke televizje, gjo dorezim, por rezistense diskreti. Rezistenca e dikujt këtote me gjesti, ki vend eshte ende i banuar, ki vend ka ende rendesi. Në mesdite, Henri mbilli laptopin dhe thase kishte mjaftueshëm për të protokolluar në didite. Se i duheshin disa informacione formale nga Lukasi për të përfunduar aktin, por ke grupi i provave ishte solid. Se deshmja e Antonit mbi dokumentin e remete vitit 1995, kombinuar me skedarete USB-C, krigjonte ngjeli një prova shkedo të ishte shume e veshtire të kontestohej. Hargjani pohoj me koke. I kërkoj Henry të përgatiste edhe një verifikim të të gjitha instrumenteve notariale me emrin e përfakesuesit kë ishte shfakur në agimin e kaluar. Henry shenoi pa pjetur pse. Hadriani kishte shkuar në kitet për të marre ushkim. Tavolina e kuzhines priti 4 persona per dreke. Argjanin, Antonin, Benediten dhe Lukasin. Biseda ishte me pak fjale të zgjedhura me kuqdes. Lukasi pjeti gjishin mbi detajin teknik të kodit kadastral të planit të reme. Antoni shpjegoj me durimin e nje profesori. Benedita shërbeu u gjepa i kërkuar askush, me gestin automatik të dekadave. Arjani hangri no heshtje por kushtoj vamëngje per gjithska. Ne oren di të pas dites, kur Henri ishte larguar tashme me kopqet e organizuarat e Lukasi. Kishte shkuar në tualet, porta e pare prodhoj zhurmen e godit gjevete e zgjatura. Gjo godit gjaj paduruar e dikujt koe dute higja shpejt, por godit gjaj kushdeshme e dikujt koeshta. I pasigurt nese duhet tagje të ati. Adriani shkojte verifikonte. Uktje sekonda me vonete thase ishte një zonjë e moshuar perpara. Thase ajo kishte pjetur me zete ulet, nese zoti Anton me hillaj ishte në prone, se ajo edinte ki ai ishte ati sepse kishte pari fori straden e blinduar të ndaluar të porta në agimin e kaluar dhe kishte njohur fituren i Antonit kur ai erdhi të porta. Antoni i cili e kishte degjuar nga koridori, mbeti i palevizor per një sekondëkwe. Ishte mjaftueshme kë tek gjithë në balkon ta vinin rendalimin. Me pastanja e merë me zete ulet. Si dikush ke lekson me zete larte diçka, ke e kishte mbajtur të palosur brenda kuqtisis per një kohë shume të gjate. Konçeta. Ita Adrianit të hapte porten. Gruaja ke hajri nga hirgja kriesure. E prones kishte rreth të 70 gjetat e sejgj. Floki plotisisht të bardhet e kapur në një shami pambuku blu, fustan me menget e gjata të rreth me kopsat e bardha, shapka lekure. Ekte me vendosmerine, e dikujt që nuk kishte nevoje për mbështetje por që kishte mesuar të kursente, lëvizjet e panevojshme. Mbante në krahun i gjatë një zarf letre kafe të konsumuar, me një palosje vertikale në kender që tregonte se ishte ruashtur brenda ditka që kompakte per një kohë të gjate. Beriti deri në balkon dhe shikoj Antonin. Me pas shikoj Benediten, i cila kishte dale nga kuzhina dhe kishte mbetur e ndaluar në pragun e dere se brendshme. Tedi palet e sive u takuan me njohgjen e heshtur të ngjërezve që njihen që para rrethanave që i ndanet he që nuk kanë nevoje për hirgje për të ritakuar pas kesaj. Ka në qeta të, gjithmone e kam ditur se du të me duhejta bajakite njetite, dhe jeshtë nuk e dhja kur dhejsi. Benedita tha vetëm, hirë konqeta, Arjani kishte kendruar në kembe, mbeshte tur në kolonin e balkonit gjate gjite ke saj skene, shikonte panderhare, pa unë gjoftuar, por gruajja e pate. Ndaloj se e ka riper nje sekonde dhe e shikoj me nje, shprehje ke aj nuk diti ta interpretonte me nje here. Nuk ishte surprize, nuk ishte njohgje i plote. Ishte diçka ne hapesiren midis tyre. Si dikush kepo konfirmon me si te i vet një, dishim ke kishte mbartur pervite por ke nuk kishte, pasur kurre si ta verifikonte. Ulen në salonin e shtepise kriesore. Argjani tërhokin gje karigje patene askgje. Lukas ju këtjet mbeti i mbeshtetur ne mur pa e kuptuar plotesisht ate ke ishte gatiten dorte, por me intuiten e dikujt ke kishte mesuar të lekson të peshen e agjrit në situata ke kishin me shume se sa dukesh në si perfake.
Konqe të vendosi zarfin më mbi tavoline, me të digja duart e hapura, si dikush ke depoziton diçka të brishta. Nuk e hapi ende. Imbeti duke e pare ate per një moment. Me duart e mbështetura me mbi tavoline, nga tedi anit i zarfit, gjesti i dikujt ke vendosi ne, tokenje peshe ke imbarti gjatenje e kjegje shumete gjate, di ka nevoje per një sast para si të vendosi si qfare du të begje me pas. Benedita ke ndroj per bale saj me duart ne prehër. Antoni prane bashkëshortes kishte këndrimin e zakonshëm, por kishte ne shpatulat e tish nxje tension kë ishte i ri, po thuajse i padukshëm, tensioni specifik i dikujt ku eshte gati të dëgjojë diçka kë e ka pritur per dekada dhe kë ne të ngjajten kohe. Nuk eshta i sigurt nëse eshte gati ta dëgjojë. Harxhani këndrua në anen qeter të tavolines. Shikoj zarfin, shikoj ditë moshuarit, shikoj konsetan. Të pastaj, meze kë nuk dridhej por kë mbarte teksturën specifike të dikujt kë eshte gati të thotë diçka kë nuk mund të zbehet, a gjo filloj të fliste. Konçeta kishte kënef kinje, e qiftit me hilaj per dizetin gjevgjet. Prona e sajën dahej nga e tire vetem nga muri i tullave ke Antoni kishte ndihmuar ta ngrinte në një fëngjave me shimarsi. Ka ishte njohur Antonin dhe Benediten në terin, ku shtëpia pondertohej pjese pas pjese dhe familja rritej bashke me te. Kishte pare gjallin e madh, Fabion, të rritej nga një gjale i kete në një adolescent me bingjet e fortambijat e ke ishte e te. Dhe kishte pare të linte. Në një agim të tori të vitit 1983, gjallin e ditet të ciftit. Një gjale, ka tu agjo pushoj, dhe shikoj drejt për drejt argjanin. Tha se gjalli kishte lindur me site e rrite babaj të mendje shprejgje në ditet, e para ke Benedita. E quanti serene dhe mjeku ke ndoki lingjen, e quajti vigilente. Se kishte kenenje periudhej e veshtire pas lingjes, e thete larta ke e lane Benediten ne krevat per po thuajse dijave. Se në atë periudhe kishte mberitur per ta gjetuar me ciftin gjishja nga nena e femigjeve, nena e Benedites, një grua me mendime të vjetrarit e forta kë ishte instaluar në domen i fëndit me bingjen i dikujt kë erdhi per të këndruar. Tha se gjishja kishte, kë në fillim, trajtuar di gjemte në mënyrat e ndryshme. Se kishte një preferencë të deklaruar per me të madhin ke nuk ishte e fshehur dhe ki konqeta e kishte vezguar me shketesim në rridgje per gjate muajve. Sa e kishte degjuar, në pas ditet me porte hapur kurzerat e shtapise se. Me hillajve vinin në per mur me kartese sa duhej, gjishen duke i thënë gjallit të madh se foshnja, ire kishte ardhur per të marre, ate ke ishte i tiqme të drejti, se i parelinduri ishte trashegimtari. Se vendi ime të matit nuk mund të ndahej kurre, se disa gjera duheshin mbrojtur para se të beheshin të diskutueshme. Antoni duke dëgjuar kete, mbili si te per një sekonde. Benedita mbeti absolutisht e palevizur, me duart ne prehër dhe shikimin e fiksuar në tavoline. Harxhani nuk u lëviz, por kishte një vëmendje në mënyrën se si ishte ulurke, ishte ndryshme nga ajo e zakonshmja. Konqeta vastoj. Tha se Fabio ishte pesem bedhje të vjeç kur i vellaj u zduk. Se kishte, në muajt para zdukjes, kaluar periudha në rritje në shokerine e gjishes me shume se sa në shokerine i prindjerve. Se gjishja kishte arritur me mjeti kë konqeta nuk, i mori vesh kurre një autorizim kë Fabio të mund të ngiste makinen. Gje kë ajo e kishte kuajshtur të nësituar në atë kohe, por e kishte ruajshtur si shketesim të heshtur. Tha se në natën e qartmin kërshorit të vitit 1990, ishte zgjuar me zurmen e një makine kë e dilte nga hirgja e prone se me hillajve. Ishte vone, kishte kaluar me snata. Antoni ishte në udhetim per një pune në Shkoder, me ikthim të parashikuar per fëngjave. Benedita ishte semuredi dite me pare me një infekcion kë, e kishte lene me ethe dhe pakushte per të angritur. Konqeta kishte shkuar të dritargja sepse zhurma, e makines ke dilte ne ate orari ishte dukur e gabuar. Gjo ritmi i dikujt ke niset per urgjense mjekesore, por ritmi i kujdeshem i dikujt ke nuk deshiron të dëgjohet duke dale. Per mes hapesires midis perdes di kornizes e dritares, kishte pare makinene me hilajve duke zbritur nga dali, nga hirgja me dritate farave të fikura. Fas iksamit të pasme, ishte silueta e vogel në gje femigje, gjysh nga nena ishte e ullur në sediljen e pare.
Të Fabio me pesembet që tevjes të autorizmin e marrë nga ndikimi I gjyshes. Ishte në timon, Argjani ishte 5 vjeçe di mua gjatë nate. Konqeta kishte pritur deri në mëngjes. Kishte trokitur në derën e Mehillajve në orën 7. Gjyshja e kishte hapur dhe kishte thënë, me një serenitet ke konqeta nuk arriti kurre me ta shokeronte me asnjë, gjë që tërë përveç se me ftotesi të kelimshme, se gjali ishte dërguar për të kaluar disa dita me të afermit në veri. E kishte thënë kete duke pare konqetan në si pa I larguar, me tonin e dikusht ke tregon diçka absolutisht rutine. Konqeta kishte besuar, ose kishte dashur të besonte, ose kishte zgjedhur në atë moment të besonte, sepse ajo ke nën kuptonte alternativa ishte shume, e madhide shume e gabuar për të kene, e vertete në jetin I njerëzve kë ajo ngjihte dhe kë ishin njerëz të mire. Ta në sermën e mëngjes, Antoni ishte kther nga Shkodra. Konqeta kishte dagjuar nga ana tjetër e murit, zurmen inje bisede midis burrit dhe gruas ke u shndërruane heshqe. Logji I heshqes ke nuk ishte mungese, zurme por prani e diçkaje ki nuk ka fjalë të mjaftueshme. Kishte dagjuar Beneditan të kante njehiri, gjatet e ulet, dhe pastaj askgje me shume. 3 dite me vone, Antoni kishte trokitur nederen e koncetes. Kishte kërkuar informacione se ku kishte shkuar makina atenate. Kishte gjurmuar adrese inje jetimorejën e lagjen alidemi ne Tirane me ndihmen inje kolegu të bashkise ke punonte me regjistrat bashkiake. Kishte shkuar atje, por gjyshja e kishte regjistruar dorezimin e femigjësi braktishe vullnetare me dokumentacion ke nuk I përgjigjesh realitetit, dhe procesi burokratik kë ishte nisur I ben të këtimin të veshtire, të zgjatur dhe të shtrenjte. Antoni kishte tentuar gjatë di viteve. Avokate noteri instanka të shërbimit social, gjyktare të gjikates se familjes kë degjonin rastin të thoshin se u duhej dokumentacion kë gjyshja e kishte mbajtur me vete. Gjyshja kishte nderuar jetën në vitin e 3, duke marrë me vete letrat originale kë askush nuk kishte arritur të lokalizonte në kohë. Argjani ishte rritur në jetimore pa e ditur. Asnjë dokument me emrin e tij të vërtetë nuk kishte mbaritur deri tek ai, sepse emri I regjistruar në dorëzim në jetimore nuk ishte I tij. Konqeta neksori nga zarfinje certifikate. Lingjegje të mbrojtur me një plastike. Transparente kë ishte nderuar të paktën një herë për gjatë dekadave. Kishte gjetur dokumentin në fund të një kutje kartoni të vendosur në trotuar për të hedhur, gjave pasi sendet, e gjyshes ishin nakgjere nga doma e fundit e shtepise se Mehillajve. E kishte marre, e kishte ruajtur brenda një zarfi qeter, e kishte mbartur kete peshe për 37 vjet, pa e ditur momentin e sakte kur do të ishte mundur ta dorezonte, derisa fuori strada e blinduar në agimin. E kaluar kishte treguar me në fund se momenti ishte ai. Reshkiti dokumentin mbi ai tavolinën e drejtim të Argjanit. Certifikata e lindjes kishte emrin e një foshnjegje të regjistruar në tetor të vitit, 1983 në zyren e gjendjes civile të Elbasanit. Emri I babait, Anton Mehillaj. Emri I nënes, Benedita Aparecida Mehillaj. Emri I femjes, Arjan Mehillaj. Fjalët ulen brenda taj ngadale. Nuk pati kolaps. Nuk pati të karene mengjëhershme ke imaginata populore kishte mesuar se duhet të ndodhte në zbulimet e tilla. Pati diçka me të ngadalte dhe me të telle. Një sistemim, sikur një strukture kjo ishte ngritur mbingje themel ke nuk ishte. I sajgjën me në fund bazamentin e duhur deputitet me nje peshe ke nuk ishte shkaterrim. Argjani mbeti duke pare certifikatën për nje kohe kë askush rreth, e rotull nuk kuksoj të ndërpriste. Benedita në të majte të taj. Kishte dyart mbi tavoline dhe site me një lageshtike nuk e latak të hejnë lot. Antoni përballë taj, shikon të tavoline me dyart e keta. Lukasi I mbështetur në mur shikoj token. Kansi të këndroj me dyart e krikëzuar mbi zarfin e zbrazet. Te pastaj pëthene asgje. Argjani u ngrit nga karrigia, e si në per salon drejt deri separit e shtepise. Zbriti di shkalet e balkonit të doline obor. Obori I përparme kishte një rrugë me gureke të sonte nga balkoni deri te porta e hekurt. Argjani ndaloi në mes të rrugës me gure me duart në shepat I kshaketes. Ambeti duke pare porten e mbilur pa asnjë kelim të dukshem për të hapurate.
Dielli I dimrit kishte kaluar mes ditën dhe fillonte të anonte lehtë drejt perëndimit. Dërgjoi hapat pas të disa minuta me vonë. Nuk u kthye. Antoni erdhi deri në obor me hapin e ngadaltë të dikush që nuk punësiton, të këdi sensitimi nuk du ta ishte përgjigja e duhur në atë moment. Ndaluin gjemeter pas Arxhanit, këndroj ati në heshtje, në kembe në rrugën me gure, pa u afruar me shume se aj me tërë dhe pa u larguar. Heshtja me distajre nuk ishte boshe. Ishte logji I heshtjes këri njerëz prodhojne, kur ka shume gjera për të tenit dhe asnjë nga fqalet e disponueshme nuk ka madhesi të mgjaftueshme për atë ke duhet teni. Pelumbat kë ishin në nje eukaliptë prane murit bene zurme për nje moment, dhe pastaj heshte. Pas një kohë kë asnjëri prejshte dive nuk e mati, Antoni foli. Mezi te ulet, pa drame, me kadon sen e dikujt ke zgjodi që do fjale, para si te dilte nga dhomate po e dorezon Cecilia në vendin e sakte ku a gjo perket. Ta se nuk kishte nevojë të tirej asgje. Se Arxhani nuk kishte nevojë të ngjente atë ke nuk ngjente. Se nuk kishte asnjë detyrim të ngjente atë ke nuk ishte gati të ngjente. Se ngjenja ke vën me detyrim nuk ishte ngjengje, ishte aktrim. Dhe kjo nuk I sherben të askujt. Ta se kishte pritur 37 vjet pa e ditur se priste. Dhe se mund të priste sa kohete. Ishte nevojshme akoma me shume, sepse ajo ke ishte hambur, nga rrethana ke nuk ishin përgjegjesi e asnjërit prej të dajve ke ishin tani në rrugën me gure. Ta se kishte vetëm një gjë ke kërkonte, vetëm një dhe ishte I thjeshta. Kërta mos I linte tak të heshin të flinin në të aftote. Arxhani mbeti I ndaluar duke dëgjuar. Fjalet të mberitan me atë peshe specifike të gjerave të vërtetate, thena në mënyre të drejt për drejte, nga dikush ke nuk ka asgjë për të fituar duke I thënë ato në mënyre të ndryshme. Të pastaj tha, me zërin lehtësisht të ndryshem nga gjithmonë, jo me të lartë, jo me të emocionuar, thjesht të ndryshem në një mënyre ke nuk ishte e machme por ke Antoni, një metër larg e dëgjoi karte, nuk do të shkoni. Vetëm e kjo. Nuk ishte një premtim me aparat emocional, nuk ishte fjalim, ishte informacioni me I drejt për drejte, ke Arxhan Karaxhi kishte dhenesh tu personi pas shume vitesh, informacioni se kishte marrënje, vendim dhe se ai vendim nuk I nënshtrohej rishikimit, sepse vendimet e ketigje logji nuk ishin kurre. Antoni mbeti në heshtje edhe për një moment. Me pasta me të ngjajtin ton të ulet si me pare, mire, të mbeten ati tedi. Në rrugën me gure midis balkonit të portes me dielin kë anonte ngadale, derisa hija I eukaliptit u zgjat mjaftueshëm për të mbuluar gjismën e rrugës dhe I ftohti I pasditis filluaj të mberinte bashke me vesen. Brenda shtëpisë nga drita gjaj sallonit, Benedita I vezgoj ata për një kohë të gjatë me fletorin me kopertine të erret në dore. Fletorja ishte e hapur në faken me emrin, I nen vizuar me bogje blu të zbehur. Emri ka ajo kishte shkruar me shume si 3 dekada me pare. Në një dite kur shpresa për të gjetur ishte endeme, I madhi se dorezimi për të mos gjetur me. Mbeti duke pare di burrat në rrugën me gure me si te ke tashme nuk kishin nevojë për lot për të tene ati ke thoshin. Lukasi, I cili kishte mbetur në balkon pasi Konçeta u largua, shikoj figurat e Antonit dhe Arxhanit në obor dhe pastaj shikoj token me shprehjen e dikujt ke, po merr diçka ke nuk, edin të se kishte nevojë ta shihte. Konçeta ishte përshëndetur pak pasi la certifikatën e mbi tavoline. Kishte thënë vetëm se kishte bere atë që duhet, ta kishte bere kohë me pare dhe se do të flinte me mire atë natë se sa kishte fjetur prej shumë vitesh. Hade pas dite, Arxhani këndrua në prone derisa dieli perendoi plotësisht. Punoi një pjesë të kohës. Kishte kontrata për të rishikuar dhe vendime që nuk ndalonin për jetën e askojt, por kishte edhe momente në të cilat thjesht këndroi I palevizur, në obor, në balkon, në korridorin prej druri kë kërciste lehti në stuhap. Me atë shprehjet e dikujt kë po mesohet me peshen indje informacioni të rike nuk ishte, I lehti por ishte, mbi të gjitha, I vërteti. Në orën të 8 darkës, u ylen në tavolinën e kuzhinës të katërt, Arxhani, Antoni, Benedita dhe Lukasi. Arxhani kishte blere 3 shishe leng portokalli kë Adriani I soli bashke me ushkimet. Biseda ishte mbi gjëra praktike. Procesi kë Henri do të protokollonte. Çfarë Lukasit do t'i duhejte bente në ditet vigjuese. Kontrolli elektrik kë shtëpia kishte nevojë para çdo përdorimi me intensiv. Kopshti I oborrit,
Kjo Benedita Tase mund të rikuperohej nëse dikush do të shkulte barerat e Keqixha. Ishte një bisede e zakonshme. E logjitka ndodh në kuzinan e të gjithë shqiperinë në stonatet e studite të Xhaves. Te kishte diçka ne kete thjeshtësi. Ne kete kafe mbi tavoline. Ne kete bisede mbi kopshtin dhe procesin dhe kontrolin elektrik. Ne kete kuzine me plakat e bardha me shirit bluke ishte projektuar nga Antoni Dizet e divgjet me pare. Kë ishte saktësisht ajo ke 30. Ishte të vjet mungi se nuk kishin arritur të kishin. Harajani u kthene e Tirane Atinate. Hirine apartamentin e katit të Dizete e tretene njëmbedjete e gjisme, ndezi makinen e kafese nga zakoni i vjeter, këndroj para dritares nga dishemegja, ne tavan me kytetin poshte ke pulsonte në erre sire. Kete here nuk këndroj vetëm 3 minuta, këndroj dhe risa kafegja. Ufto dhe kiteti poshta kalui nga levizja e mesnates në heshqen relative teoris di të mengjesit. Këndroj me mendimin gjoplotesisht në askgje dhe gjoplotesisht në ndonjegje specifike. Thjesht i prani shemati, para dritares, me peshen engjerite ke nuk kishte përfunduar si kishte filuar dhe ke kishte lene. Brenda tish diçka ke nuk kishte formatin e numrave e asta vendimit, por ke zinte hapesire me të ngjeshten soliditet të stokgjegje ke ishte reale. Protokolli u parakit në mengjesin e trete. Padia per anullimin e aktive juridike per shkak të mashtrimit, i hartuar nga Henry Bastarid he e në nënshkruar, edhingan gjë partner i zyres me specialitet në të drejten notariale, mberritin e gjikaten i rrethit gjikesor, Tiranin gjete e njëte ne orenente e katern bedgjete të mengjesit, me shtatet gjete i 3 fake arshitim të diveli me dokumentesh si aneks. Arjani kishten gjekur qero reshte aktit një dite me pare. I ulur në balkonin e prones në Elbasan me laptopin, duke leksuar si që lekson të gjithmone. Kishte berej 3 verejqe në tekst kë Henry i kishte përfshire. Kishte miratuar versionin përfundimtar me mesaz në oren njëmbedjete e Dizet të nates. Në diditet e me parshme, ndersa padia përgatitaj, ekipi ligjor i brendshëm i Karaj Participations ishte aktivizuar per një verifikim të regjistrave si per mares. Rezultati mberiti në formen i një raporti prej 12 fakesh. Emri i Fabio Mehillajt shfaka i drejt për drejt, ose permes personave të qere në gjashte kompanite regjistruara në pesi vitet i fundit. Lukasi kishte këndruar në një bushtine e 3 km larg prones, gjatë e ke saj periude. Shkonte që do mengjes në kembe, mberinte para ores tete, këndronte deri në renjen e muzgut. Kishte dhene dashmi formale në ziren, i Henrit gjatë një pasditeshe të tere, duke ju përgjigjuar pjeqeve me të njajten saktisimet e silen ishte përgjigjuar në balkon. Antoni i kishte kaluar ditet duke ngjekur një ritem ke dukejtse. Nuk ishte ndryshuar nga ndryshimi i rethanave rrethe rotull, ngrihe hiret, pinte kafe, per shkonte shtepine me ate hapte nga dalte. Kishte identifikuar 3 lageshti në murin e katit të edite, gje problem në tubacionin e kuzhines ke du të kerkonte hidraulik, të arsien pse dritargja e dhomes se per parmen gecej gjate hapjes. Gje mos reshtim në kornizen i drurit ke mund të korrigjohej me di ore pune. I kishte komunikuar të gjitha keto argjanit me natirshmerine, e di kuqt ke raporton situaten në gjeshte apie per te silen, në gjen per gjegjesi prej dekadash. Në pas ditën edites se peste, Henri mori në telefon argjanin me një informacion. Kishte regjistrim televizjeve në adresen në prej zirave të lidhura me rjetin e kompanive të Fabio Mehillajt në zonen e Ishbelokut në i Tirane. Një teknik informatike ishte punësuar atë mengjes për të hiret e reformatuar di servere, fizike të mbajtur në një depone të njëjtë adrese, servere ku, si pas asaj ke Lukasi kishte treguar në deshmi, ruheshin kopjet, rezerve të kontratave dhe komunikimeve të brendshme të katër viteve të fundit. Henry tha se kishte aktivizuar një ekspert informatik ligjor kredo te. Shokeron të një përmbarues me autorizim, per te blokuar ambientin para si qdo ndër hirje reformatimi te përfundonte. Harajani deggjoj informacionin, me pas pyeti se ku ndote Lukasi në atë moment. Lukasi ishte në balkonin e prones në Elbasan, prane Antonit. Argjani shkoj të kajte i tha atë ki sapu kishte marrevesh ambi serveret. Lukasi mbeti në heshqe per një moment,
me pasta se edin të ke serveret ekzistonin, se e kishte përfshire atë informacion në dashmi specifikisht sepse edin të kjo do të ishte levizja e pare e te atit kur padi atë protokollohej. Te pastaj Lukasi thanë gje kjo e kishte ruashtur deri në atë moment, me ze kjo nuk ishte akuzues as dramatik. Kjo ishte vetëm zeri i dikush që po përfundonte një fjali kjo e kishte filluar 3 vjet më pare, se kishte brenda një prej servereve një dosje me emrin e skedarit dokumentacion ndimes ku Fabio kishte ruajtur. Midis materialeve të qera, kopjet e sertifikatave të lindjes se Argjanit kë ishin nextgjere nga Zira, e gjengjes civile të Elbasanit kur Antoni kishte nisur procesin i kërkimit në vitet pas zhdukjes së fëmijës. Se Fabio i kishte ruajtur ato kopje sepse edinte kë ekzistonin. Sepse ishte informuar nga Zira ligjore që kishte ngjekur tentativën e dashtuar të Antonit në vitet pas ngjarjes. Sepse kishte marrë vesh gjithçka që parasitë rritej, dhe kishte ndertuar skemen imobiliare edhe si instrument sigurie. Kjo nëse historia do të dilte në drite. Prinderit të mos kishin me asgjë me çfarë të bënin presion juridik. Antoni i cili kishte dagjuar në kembe pranë karrigës ku ishte ulur Lukasi. Mbeti në heshtje për një moment shumë të gjatë. Me pasta, menjeze që per herët e pare që nga garaji mbarte diçka të ndryshme nga ketesja konstante që kishte mbashtur per gjatë, gjithë atyre diteve. Ai e dinte. Nuk ishte pjeqe. Lukasi nuk u pergjigë. Shikoj të ken me krahet e krikezuar, na e pas dite vigjuese. Parambaruesi dhe eksperti ligjor mberitani dhe pon në ish, blok 15 minuta pra teknikut të punesuar nga Fabio. Serveret u blokuan me tedhenat i paprekura. Një inventari plote i përmbajtjes filloi në vend. Fabio kishte mberitur në vend gjysme ore me vone, dhe kishte gjetur situatën tashme të kryer. Kishte tentuar të kontestonte autorizimin në të njëjtën dite. Kontestimi u rezua në seanse gjikesore po atë pasdite. Argjani nuk ishte në Tirane. Ishte në balkonin e prones në Elbasan, në telefon me Henrin që raportonte çdo etape në kohë reale. Dagjoi gjithçka në heshtje deri në fund. Me pas mbili telefonin, mbeti duke pare kopshtin per disa minuta. Me pahirin e kuzhine i ku Benedita po përgatiste darkë. Argjani nuk ta asgjë mbi atë që kishte dagjuar. Aul në tavoline. Benedita vendosi një filksan kafeje pranë tij pa i kërkuar ai. Era e darkës pushtoi kuzinen bashkë me Iren i drurit të avgjeter të shtjapi sed he zhurmen i lehtet e radios me bateri që dikush kishte gjetur në një dolap të koridorit, të keluan të kenge të vgjetra me volum të ulet, kishte në heshtjen i asaj kuzine paken, specifike të njëkteze që nuk kishte nevoje të njoftoje, me zë të lartë për të që ne absolutisht reale. Në editet vigjuese, procesi vazhdoi me shpejtësinë që dokumentacioni solid leshon. Henri i kishte të në Argjanit, në javën e pare, se një materiali asaj madhësie dhe konsistanci ishte i rallë. Në atë rast, kishte kontrata originale, kishte komunikime digitale të ruajtura dhe të vërtetuara, kishte një arkitekt 76 vjesar të afte përtec montuar, në 30 sekonda që do dokument që përdorti të dhena teknike që ai vete i kishte vendosur. Të kishte një deshmi të brendshme, atë të nipit. Avokati që Fabio kishte pjunesuar kërkoi afat për analizen e dokumenteve. Afatiudha, në ditën e tretë pas protokollit, avokati kërkoi mbledhjeme Henrin për të biseduar mbi një marrëveshje eventuale. Henri konsultoi Argjanin. Argjani ta se që do bisede marrëveshje që mund të ndodhte të vitem pas, njogjes formale të aktivitetimit të plote të transferimeve. Avokati i Fabios u këtë didite me vone duke teni se klienti nuk ishte në pozite për të bere njogje formale në atë moment. Henri u përgjeg se procesi du të vazhdonte atëhere. Hrejanin do kish do etape me vëmendjen kjo rezervonte për operacionet, e të ishme të angjeshme, por kishte në kete njekje diçka të ndryshme nga i zakonshmja. Kishte një prani personali kjo nuk e kishte zakonisht në proceset kjo delegonte. Kishte interes kjo nuk ishte plotësisht profesional. Të kishte vizitat kjo ishin bere pjesi i strukturi se javes. Qa do didite? Ndon gje here që do dite. Autom gjeti i Argjanit shfakej në rrugan ditesore të Elbasanit para ores të mengjesit.
Adriani e ngjite tashme rrugën përmendesh, Argjani hiri në balkon pa paralajmëruar, sepse nuk kishte kurrë nevojë të paralajmëronte. Kishte gjithmonë kafe në tavolinën e kuzhines. Dhe Benedita ko e dëgjonte makinen duke mbërritur në për rrugën me gure para si portat e hapej. Ne vizitate para bisedat kishin kene praktike. Kontrolli elektrik ishte bere. Hidrauliku kishte zgjidhur problemin e tubacionit. Preventivi për riparimin e qatise se garajit kishte mbërritur. Argjani kishte kaktuar në fonte kompanise për punimet me urgjente, dhe kishte dërguar një ekip mirembajt gjegje kë punoj për 3 dite resht ndërsa Antoni ndikte që do hap. Me kohin bisedat po beheshin me pak praktike dhe metegjata. Argjani filloi të kendronte për dreke, me pas për fundin e pasdites. Kishte një karike në balkon kë ishte bere karigia e Argjanit pa e deklaruar askush kitej, thjesht karigia kë ishte në vendin i duhur kura i mberrinte. Sepse Benedita e vendoste ati paramberriqës, se e tish pa asnjë koment. Lukasi ishte kthyer në Tiranë pas digjavesh, por telefononte të enjte Antonin. Bisedat zgjasnin ndonjëherë gjysmë ore, ndonjëherë me shumë. Në njën nga keto telefonata kë Argjani dëgjoi nga larg, Lukasi kishte thënë se kishte vendosur të jepte provimet për arkitekture. Antoni nuk ishte përgjigjur për një moment që kishte zgjatur mjaftueshëm, ke heshqatet hoshte me shumë se qëro fjale. Me pas kishte të ne vetëm. Me njoftu kur ta kesh nevoje për ndihme me skikat. Nes një pasdit e gushti. Procesi ishte në gjavern e tretet e tramitimit të perspektivat kë Henri kishte parakitur, ishin konsistente pozitive. Argjani ishte i vetëm në oborin e pasme ku kishte kene kopshti, i trendafilave të Benedites. Kishte mbetur ati pasi, Antoni shkojte e pushonte. Ishte i ullur në njegur të martit e rafshet, duke parimurin e fundit pa menduar per askgje specifike. Ishte kjo pjesa me e qudichme e asaj ke po ndodhte në atë periudi. Kishte momente në të cilat Argjan Karaj, burri dizeti divjesar ke kishte ndertuar një grup prej 4 miliarde lekesh nga askgjeja, thjesht kendronte i palevizur pa agjende, pa piken qeter. Thjesht i pranishem në një vend në një menyre ke nuk kishte kene e mundur në njëzet vitet e kaluara, të ajoj hapat në rryhen më hyre. Nuk ju këti. Benedita erdhi deri ne obor me hapin e forte dhe te nga dalte ke ishte i saj, ndalu i prane gurit të rafshet ku a ishte ullur, dhe mbeti në kembe per një moment në heshqe, duke pare kopshtin e zbrazet ku trendafilat kishin rritur, gjate dekadave parasite liheshin pasdore. Me pas ngriti doren e gjatte. Nga dale me butesine e kelimshme të dikusht ke po bendicka ke vetem ke shtumun të behet, dhe e vendosine faken e Argjanit. Pelembe e dores ishte e ngrote dhe lehtesisht e ashper nga puna. Mbeti ati pa presion, thjesht e mbeshtetur. Gestime i thjeshte në bote dhe nete në gjesten kuhe i vetmi gest ki e moment mën te kishte. Te pastaj per hirete pare në 30. I shtate vgjet. Buriko kishte ndertuar një perandorit e tere per te mos pasur kure nevoja per askend kau. Nga kishte me dramatizem. Ishte i heshtur slot ke thjesht dolen si kur të kishte brenda taj një rezerve ke kishte, pritur dekada per një gest të vetëm legjeje per të egzistuar. Logji i te karit ke nuk eshte dobesias kolaps, por i kunderta i kesaj. Forma ke litesi mi gjen kur mene funka ku tash ko gje pas shume kohe papasur. Benedita nuk tha asgje. Mbajti doren ku ishte. Djeli i pasdites hinte nga hapesira midis qatise, se garajit dhe murit të fundit. Diku brenda shtapise, radiogja e vjeter me bateri luanten gje muzike kwe Argjani kishte filluar, të ngjihte si zerin specifik të asaj shtapje ne ate periudhe të pasdites. Argjani mbeti keshtu per disa minuta. Me pas mori fryme thelle në mënyre të gjatit he të kontroluar, shikoi Benediten. Hajoj shikonte me atë shprehje ke kishte kene, e pranishme ki nga garazi. Ki nga ditaj pare, ki nga hera e pare, ki a i kishte shtire, ate dereti kishte gjetur dite moshuar në nje disheme. Cimentoje ki nuk kishin kërkuar asgje, te ke kishin në të njështen kohe. Gjithska ke a i kishte kaluar dizeti di vjet pa e gjetur. Tanja gjo kishte një emer. Emrin me të thjeshtar dhe me të vjetër ko eksiston, Arjani nuk e tha emrin me zejte larte në atë moment. Por kishte një peshetere në fjalet ke tha me pas, fjale praktike,
mbi kopshtin, mbi periudhen I duhur për të mbjelle trendafila në Elbasan, mbi cilësinë e tokës në oborin e pasme. Dhe Benedita e dëgjoj me buzëqeshjen e vogël dhe të shpeshtë ke u shfaq dhe u zhduk, para se te mund të kuhesh buzëqeshje por kë ishte padishimati. Reale si pelembe e dores ende e ngrohur nga dieli. Muaj me vone. Në një fundjavë nëntori, Lukasi mberriti në pronën në Elbasan me njepje se drurit e silesise se larte. Smeril. Penela dhe një kuti borgjë ngjyre toke. Kaloj të eshtunen e të rinë në obor, I ulur në një stol të ulet. Smeriloj per seri me durimin e di kujt ke nuk nësiton të arrishe në rezultat sepse e di se eshte procesi a I ke per kakton silesine e asaj ke do të mbetit. Liu me bugje me penel të holle dhe elat e thahejnë e djelin e Elbasanit. Antoni kaloi ne per obor 3 here gjati dites per të pare punepa. Komentuarës gje deri në kalimin e trete. Kur kendruan e kembe per një moment duke vezguar per fundimin dhe ta vetam se Smerilimi kishte mbetur miri. Lukasi tha se kishte mesuar të Smerilonte në drejtim të fëjes se drurit. Antoni tha se ai kishte kushtuar vëmendje të edilën një mengjes. Lukasi instaloi tabelen e mbaj porten e hekurtë të hirjes. Ishte njepje se e gdëndur me shkronjat e emritet të familjes, të lirame të bardhje mbi sfondin ngjyre toke, me nje për fundim ke nuk ishte as fshatari as I sofistikuar, ishte thjesht I ndershem, logji I punes ke nuk fsheh mundin, I atiq ke I beri e as nuk tenton të duket me shume se sa eshte. Benedita doli per të pare kur Lukasi thiri. Këndroa e ndaluar para portes me doren në fake, duke pare tabelen per një moment, me pasi riperseri brenda patene asgje, por pas pak minutash era e ke kut këdilte nga furra filuete reshkiste nga dritarja e kuzhines. Në atë nëntor, procesi gjikesor kishte arritur në një pike në të cilën, perspektivat ishin të kartam jaftueshëm, që Henrite mund të thoshte, pa të prim kujdesi, se anullimi I akteve juridike ishte I sigurt. Dokumentet vertituese kishin rezistuar ndaj të gjitha kontestimeve të tentuara nga mbrojtja. Ekspertiza teknike kishte konfirmuar falsifikimin e dokumentit arkitektonik të vitit 1995 mbi bazën saktësisht të argumenteve kje. Antoni kishte paraqitur atë mengjes koriku në balkon. Prova digitale mbledhur nga Lukasi ishte vertituar dhe përfshire në proces si grupi kryesor. Fabio Mehillaj përbalaj me një proces civil të madh, dhe një kallezim prane Thomes se avokatise, kë ishte hapur me iniciativen e vetë entitetit. Kishte një grup ku fizimesh, mbi pasuriti I tij kë I bentes du levizje pasurore të mengje hershme të pamundur. Te kishte në fund të gjitë ke saj peshan specifike të editurit. Se gjalliko kishte kaluar 3 vjet duke mbledhur prova në heshqe, ishte në anën qeter të linjës procedurale, jo si armik, por si dikush ke kishte bere atë kje ndërgjegja I kishte tane me në fund se ishte I nevojshme. Pavarësisht kostos personale kë agjo përfakesonte. Argjani e kishte trajtuar e kjurin e favorizuese të procesit me të njajten, objektivitet me të silin trajtonte, qdo rezultat si përmarres pozitiv, duke verifikuar tregesit, duke konfirmuar se ishte sipas parashikimit, duke kaluar në pikën qeter. Pika qeter, në atë periudhe, ishte shpesh Elbasani. Antoni kishte jetur një mengjes, shtatori një fletore me kopertine të fortete zbrazet në një raft të salonit kë I kishte përkitur bibliotekës se shtëpise. Ishte ullur në karigen I lekundur të koridorit, një karige kë Argjani kishte shele nga një dikan antikash në Elbasan sepse kishte një shingje në disemene. Prej druri kë tregonte se kishte pasur gjithmonë një karige lekundese në ati vend, të kishte filluar të shkruante. Shkruante çdo mëngjes pas kafese per një deri në 2 ore. Shkruante me shkrimin e vogël dhe te kujdesshëm ke ishte I tij, duke mbushur faket me saktesinë e arkitektit kë përshkruan planet. Famigjerine në një qytet të vogël të Veriut, vitet e para të punes, shtëpit e kë kishte projektuar për gjatë 20 viteve karriere. Parimet ke kishte mbartur nga një veperte që trasidikush ke mbart vegla ke nuk gjane prej hekuri por ke gjanen gjelojsh të domosdoshme. Harajën një kishte leksuar 30, e ka faket e paranen gji pas dite të tori. Nuk kishte thene asgje mbaj për mbajqen atë dite.
por te premten vigjuese kishte mberritur me nje blok letre te silesise me temiret nje kuti me stilo lapsa. Pa koment, te vendosura mbi tavolinën e korridorit prane karriges lekundese. Para se te shkonte ne kuzine per te marre, kafene ku ishte tashme duke pritur. Benedita kishte mgjelle kopshtin, e trenda filave në të tor. Kishte filluar me gashte e fidane teblere në një panajer kopshtarje, një të shtune mengjes heret, të quar në shtepi në një kuti kartoni. Kishte pergatitur token e kopshtit ajo vete në gjungje në oborini pasme. Me doreza dhe nje lopate te vogel, gjate tre pasditeve resht. Trenda filat kishin zene. Deri në nentor kishte tashmesitët e dukshem. Kerçaj të gjelberte holle ke orientoheshin drejt djelit me vendosmërinë specifike të agjërave ku ishin mgjelle nga dikush që e besonte. Pa hezitim, se du të rriteshin. Pangjeset e sediles në prone kishin fituar njeritem, ke nuk ishte planifikuar por ishte formuar sikur, kishte kene gjithmone ati duke pritur të zbuluhej. Kishte ereni kafese të bere në makinen, moka ke argjani e kishte zëvendësuar me nje me te madepa i kërkuar askush. Kishte zhurmen nje kenge ke Benedita, këndonte me zete ulet ndërsa persiente diçka në sobi. Nje kenge te vjetër ke argjani nuk e kishte njohur në herën e pari ke dëgjoj, por ke në të treten ishte tashme zhurma e atyre mengjesive specifike. Ka ishte kërcitje në karriges lekundeze në koridor kur, Antoni leviste ndërsa shkruante. Te kishte portan kë kërciste, që do të premte pas dite përgjate muajve vigjues, otomjeti i argjanit në rrugën ditësore, rruga me gure, balkoni me dishkalet e granitit blu. Argjani nuk para lajmeronte kurre se kur du të mberrinte, nuk kishte nevoje. Kishte gjithmone, mbi tavolinën e kuzhines, një filksan kafeje, pa sheker, pa kumesht, saktesisht si pelkente. E përgatitur nga duar ke nuk paten kurre nevojete pjesnin dhe ke nuk ish pjeguan kurre se si e dinin. Ne një nga keto të premte të nentorit. Pasi tabela ishte instaluar dhe era e kekut kishte. Kaluar nga dritargja dhe oborri ishte me driten e fundit të dites duke ngrohur si tët e trenda filave, argjani mbeti i ullur në tavoline e kuzines per nje kohe pasi, Antoni shkoi në koridor dhe Benedita shkoi të verifikon të kopshtin. Mbeti duke pare filksanin e kafese të zbrazet me serenitetin e dikujt ku eshte në nje vend ku e nje. Kishte mberitur në atë garaq si pronari një pasurje. Kishte shtyre një dere me magjen e kepuqes se lustruar, kishte tërhekur një karrige druri në kender të një dhome me pluhur, u kishte dhene dita moshuarve 10 minuta kohe të shpjegoheshin. Ta kishte dale sibir, rek të heq do të premte kjo ata here, as një salem bledjesh, as një kontrate, as një bilank financiar, as një vendim i marre me ftohtesine e mesuar pergjate dekadave nuk kishte kene i afteta meson të kete. Kishte një loq njohurje ke nuk vinte nga tabela logaritese, ke nuk vinte nga analiza, ke nuk vinte nga asnje prejgjve glave ke kishte perdorur per të ndërtuar, një perandori në njëzit vjet punët të vetmuar. Vinte nga një dore e mbeshtetur në fake. Nga një plek i ndaluar një meter larg, në një rruge me gure duke thene se nuk ishte e nevojshme të nxegje ate ke nuk ishte gati të nxegje, nga një fletore me kopertin e te, i rret me një emër të nënvizuar me bogje blu të izbehur ke kishte pritur dhe karaper tuk gjetur. Nga një tabele e këthendur, në një drute silesisi se larte nga duar të reja në një fungjave të të ri. Fënt nga një filksan kafeje gjithmone gati mbi tavolinen e kuzines, që do të premte pas dite, pa paralajmerim dhe pa seremoni, e përgatitur nga duar ke nuk paten kurre nevogje të pesnin dhe ke nuk do të kishin kurre nevogje. Hrasni mbeti i ulluret e perka kuhe, me pas ditën e nenturit ke hinte nga dritargja i kuzines të Iran e trenda filave ke mberinte nga oborri bashke me zerin e ulet të Benedites duke kenduar kengen ke Aitani i njihte per mendesh. Te pas të per herete pare pas shume vitesh, nuk kishte me asgje ke duhejq procesuar. Kishte vetemate, kafene, kuzinen, kengen, eren i trenda filave. Druin e vjeter të shtepi se kë ishte ngritur nga duar ke me në fund, i ngjihte si duart nga kuvinte. Ishte e mjaftueshme. Ishte me shume se e mjaftueshme. Ishte gjithë qka. Te dashur dhe gjus. Shpresojme ke historia e argjanit, Antonit dhe Benedites te kete prekur zemrën tuaq po akt të lesa prekutone.
Nëse ka diçka që ki udhëhetim në meson, është se dirt keme shume ka rende si të hapim në gjete nuk gjane ato të salave të mbledh gjeve. Gjane ato për të cilat nuk e kemi ditur kure se kishim qelesin. Kemi përgatitur një listë speciale me histori një loj të fukishme mbi familjen, filimet e regja dhe zbulimet, ke ndryshoj në gjithçka, dhe ajo ndodhet ke tu ne anen tu ashte majte duke gjupritur. Nes kjo histori pati kuptim për ju. Lini një pelkim, like, queste forma me e tjeshte aperta. Tenese udhetimi i avlejti. Regjistrohuni, subscribe, në kanal për temos hambur historite i ardhëshme. Shellim historite regja qdo gjave. Se sila me te njështin kuqdeska e mori qoketu. Nga sekonda e pare deri teke e fundit. Dhe na tregonin e komenti se cili momenti historise se argjanit gjuberit e mos shkepu teni. Ne gjemi ati duke leksuar qdo perg gjigje, sepse qdo perg gjigje eshte një histori brenda historise. Deri herën që ter, shihemi aqe. Fundi i historis, Nations.